Shikues të nderuar, ju përshëndes, ja ku po ritakohemi sërish këtu në aktualitet për këtë javë. Do të flasim për zhvillime të rëndësishme nga vendi, nga rajoni dhe nga bota sigurisht. Do ta nisim me zhvillimet më të rëndësishme nga vendi. Ka pasur ditët e fundit javës që shkoi dhe të pritshme në fakt në vazhdim. Kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për të diskutuar për këto probleme avokatin Fatmir Merkoçi. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit edhe juve. Po e nis me protestën që u bë këtu në Tiranë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës në mbështetje të komandantëve të UÇK-s që gjenden padrejtisht në gjykatën speciale dhe prej 5 vitesh pothuajse gati tani të paraburgosur. Megjithatë, pati dhe shumë diskutime, shumë debate mbi këtë protest, si midis Shqipërisë dhe Kosovës, po ashtu edhe vetë brenda këtu Shqipërisë midis dy forcave kryesore politike. Si e pe këtë protest së pari? Të bëj një korrigjim, nëse më lejon. Po, patjetër. Se thatë 4 komandantëve të UÇK-s, në të njëjtën kohë kur ata nuk kanë qenë komandant të UÇK-s, pasi komandanti i përgjithshëm ka qenë Azem Sylla. Po. Këta kanë qenë politik, jo ushtarak. Dhe këta ishin përfituesit e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pasi të katërt, ashtu siç u thash, nuk kanë qenë pjesë e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ta kanë qenë politik, drejtues politik të UÇK-s. Dhe po t'i vesh re dhe në mbrojtjen që ata bën, ata deklarojnë po vetë që ne nuk kemi qenë komandant të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por kemi pasur vetëm një pjesë të vogël të ushtrisë dhe ne nuk ta bindeshin urdhët e tyre. Protesta që u bën në Tiranë është protesta e radhës, pasi u bë një në Hag, një në Prishtinë dhe kjo ishte e treta në Tiranë, e cila patjetër që nuk sjell asgjë në dobi të tyre, përkundërzi është e dëmshme, po ta marrësh nga pikpamja ligjore është e dëmshme, sepse ata, ashtu siç thash, pretendojnë se nuk kanë qenë ata urdhëruesit e luftës, pra komandantët e luftës. Në të njëjtën kohë që në Tiranë ata shpallen si komandantë të luftës, të katërt këta. De facto njerëzit i njohin, ashim thashin, supozojmë njohin si komandanti i UÇK-s, se kështu u shtirën këta, deshin të përfitonin nga ajo luftë, deshin të bënin dhe morën gjithë atributet e UÇK-s, duke marrë edhe postet më të larta të shtetit të Kosovës. Kjo protest ishte e panevojshme në Tiranë, sepse dihet që nuk mund bëhet protest për t'i bërë presion një gjykate të cilën e kanë ndërtuar vetë, e kanë bërë vetë, e kanë miratuar vetë. Në atë kohë, kur u bë gjykata, realisht kam pas kontakte me ta dhe ju kam thënë që mos e kujdes me këtë gjykatë, mos e bëni se do bie bumerang tek juve, sepse kjo është një gjykatë e cila është brenda jurisdiksionit të Kosovës, nuk është një gjykatë e Hagës, ashtu siç shkoi Ramushi në Hagë, kjo është një gjykatë në jurisdiksionin e Kosovës. Pra është brenda territorit të Kosovës. Të themi është e njëjta gjykatë, vetëm se me seli në Hagë, por është e njëjta gjykatë që gjykoi ajo. E kuptoj. Që në reformën drejtësi që u bë këtu. Pra sikur dalësh kundër kësaj gjykate tashmë, pse ka arrestuar X-in ose pse gjykon X-in apo Y-n. Nuk kanë ndonjë bazë ligjore sepse ata kanë gjykim, ata tashmë janë në gjykim, nuk është se ata janë në arrest dhe po mbahen për 5 vjetësh në arrest, ata janë në gjykim. Gjykimi mund të vazhdojë, varet nga provat, janë rreth 360 dëshmitarë që janë në atë gjykim. Po pse e bëri Edi Rama? Pse që t'i bie shkurt se Edi Rama e bëri për një përfitim të tij politik, duke qenë se kjo gjykatë është ndërtuar me dëshirën apo sponsorizimin e Amerikës. Rama tashmë i ka shpallë luftë, themi, Amerikës i ka shpallë një kashillik që po bën ai, po ta vjen re qysh nga tallja që ai bëri me presidentin Trump dhe vazhdon akoma me këtë lloj loje, vazhdon akoma të bëj atë liderin europian, ballkanik, shqiptar.
është një lojë e tij, ky është për treguar se unë jam ai që drejtoj, unë jam ai që jo më vetëm Shqipëri, por edhe në Ballkan, themi në trojet shqiptare që janë Ballkan, se po të shohësh në atë protestë që nga Maqedonia, Malizi, Kosova patjetër, dhe duke si një protestë mbar kombëtare, themi, dhe ky do të tregonte atë që unë jam ai drejtuesi udhëheqësi. Mirë, po pati reagime, dhe në reagimin e parë që pati, ai nuk e ka pas me Albin Kurtin, ai pastaj mundua ta degëzoj konfliktin me Albin Kurtin, por realisht e ka pas me ata pjesëtarët e UÇK-s, ata që kanë qenë realisht në luftë UÇK-s, ata që e kuptojnë shumë mirë se çfarë po ndodh dhe pse duhet i vënë të njoll UÇK, sepse ta kërkojnë me çdo kush që këtë gjyq ta kthejnë sikur po dënohet UÇK-ja dhe jo ashimi me të tjerët. Por sikur është një gjyq që po i bëhet UÇK-s, realisht nuk është gjyq kundër UÇK-s. Realisht të gjithë e njohin luftën UÇK-s, e nderojnë, e respektojnë, dhe nuk ka domethënë pse përzihet UÇK-ja, lufta e UÇK-s me disa individ, qofshin ta edhe ish president apo kryeministra apo deputetët, qofshin kushdo, por nuk mund të përbaltet në këtë lloj forme kjo lufta e UÇK-s me individ, qofse ata janë të pafajshëm, patjetër mund dalin të pafajshëm, nuk paraqyjoj asnjë se janë gjykim, por këta kërkojnë që gjithmonë të japin atë atributin sikur po dënohet UÇK-ja, sikur po dënohet lufta që ka bërë populli i Kosovës, se thash me këta 4 persona, ashtu siç thash në fillim, që nuk kanë qenë komandant të shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Rama kërkon me çdo kusht të përballet, tregoj atë të ngrej atë veten e vet, tashmë në Shqipëri, sepse po të shohën në Amerikë ai ka të prerë letrat, nuk kam, ai nuk mund të shkojë më në Amerikë, edhe në Europë po të shohësh në përvendet të cilët dominojnë të djathtët, ai nuk ka, ose edhe me atë Melonin që ky e kishte motrën e vogël e më the, thash nuk ka më kontakte, është i shkëputur, pra ka një izolim total për sa i përket politikës, ai u mundua, ju po ta shihni, u mundua që me këtë Vanelinin e u të bënte ta priste me tapet kuq, a thuti se çai ishte, domethënë Vanelini ka 50 herë në Shqipëri, nuk u mor vesh pse priti me tapet kuq. Kush ishte arsyeja që e priti me tapet kuq. Por për treguar atë, unë ju kam thënë, domethënë edhe e kam shprehur gjithmonë, Rama qysh në dasmën e Aleksit, ai ka marrë një urdhër që duhet rri patjetër kryeministri i Shqipërisë dhe është caktuar ai portavoçja e Sorosit apo e Kabalës në Europë. Përveç nuk mund t'i bëj njëri tjetër këto lloj kashilliqesh. Dua që të ndalemi pak edhe tek ai, po them, përplasja midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në kuvend për këtë protestën e UÇK-s, që kishte të bënte me atë rezolutin që Partia Demokratike e hodhi për votim dhe nuk u miratua, nuk e pati mbështetjen e mazhorancës, po nga ana tjetër mazhoranca i fryu, po themi, borive të protestës së UÇK-s, një veprim që duket shumë në kontradikcion, sepse një ditë përpara protestës ti refuzon që të kalosh rezolutën për gjenocidin e Serbisë. Si e pe këtë përplasje midis të dy? Pastaj ishte edhe kjo puna tjetër ku mazhoranca u përpoj që të vinte në lojë faktin që deputetët e PD-s nuk mund të dilnin dot në protestë, nëse kishte apo jo një urdhër nga Partia Demokratike për të mos i lënë që të dilnin protestë, pra u bë një zhurnaj po që nuk u sqarua tamam. Jo, duhet kuptojnë një gjë, të dy palët politika shqiptare, unë kam thënë, politika shqiptare është ka 35 vjet që komandohet nga Sorosi. Dun apo s'dun këta, nuk ka absolutisht asnjë problem. Ajo tymnaja që i hedhin sa njëri dhe tjetër, ashtu siç ky hedh tymnajën e kësaj protestësh, domethënë PD-ja u përgjigj ose opozita u përgjigj me ata rezolutën. Mos harrojmë se të gjithë janë fajtorë në atë kuvend, sepse ka 35 vjet që vazhdon e njëjta situatë, i njëjti pazar që bëjnë njëri me tjetrin, por ajo që është më e rëndësishmja, rezoluta duhet ishte miratuar kohë më parë.
Shqipëria duhet të ishte vendi që duhet të ishte i pari që duhet ta kishte bërë këtë lloj rezolute. Dhe mos harrojmë se në lufta në Kosovë ka ndodhur në 99, nga 99 deri më sot i bie rreth 26 vjet. Nuk mund të jeti am që pas 26 vjet të kujtohet që të bëjë një rezolut genocidi. Kam bërë një rezolut genocidi këta në 2022 mos gabofsha për Srebrenicën. Për Srebrenicën, po. Kosovën nuk kam bërë. Por unë do isha dakord nëse do ta ngrinte këtë problem, do ta ngrinte dikush ose do ta përdorte si anë dikush që kishte ardhur sot në parlament, po ata që kanë qenë në parlament, që kanë qenë pushtet. Partia Demokratike ka në 2005-2013 kishte kohën e mjaftueshme për ta bërë rezolutën për sa i përket genocidit në Kosovë. Ashtu që kishte mundësi edhe Partia Socialiste për ta bërë këtë rezolut edhe më përpara, se ka qenë mas luftës Kosovës ka qenë Partia Socialiste që kishte pushtetin. Ishte ajo që e dinte shumë mirë se çfarë genocidi është bërë në Kosovë. Por çfarë ndodh? Ndodh në një moment përplasjesh këta nxjerrin domethënë armët njëri tjetrit. Armët më thojza në kuptimin që hajde të godasim njëri tjetrin, tipse po të ishe për protestën këta, qose këta e shifshin shumë mirë që kjo protestë është duhet bërë dhe arrestimi i tyre ishte pa lishëm, atëherë ata duhet ta bënin këtë protestë në hapat e para, që kur u arrestuan këta liderët e Kosovës. Mos harrojmë se është precedenti Hashim Thaçi është shumë i rrezikshëm, se Hashim Thaçi është arrestuar me mandat presidenti. Në detyrë. Me mandat presidenti, Hashim Thaçi ka dorëzuar mandatin e presidentit dhe ka dorëzuar në Hag. Pra deri kur është arrestuar, Hashimi ka qenë presidenti i Kosovës dhe ka qenë duke shkuar në Amerikë për të takuar Trumpin. Dhe në atë moment është kthy nga rruga, me urë është kthy nga rruga dhe është drejtu Hagës, pa dorëzuar mandatin e presidentit. Pra nëse këta e kishin këta merak mos shkonin nëpër Kosovë, se këta vinin në Kosovë e thoshin duhet bërë. Pra kjo e gjitha është i loj politike mes tyre të dyve këtu. Kjo është as politik, jo. Se tjetë politik ku e gjej, po kjo është as politik. Kjo nuk është as politik, sepse bëri politik, kërkoj me këtë lloj u fut, nëse u kujtohet, u fut edhe ky Albin Kurti. Se tha nuk e kemi votuar në 2015-ën Gjykatën speciale. Po mos harroj, sepse Kurti nuk thot gjën tjetër, që në 2017 kur u hodh rezoluta për ta hedhur poshtë gjyqin e Hagës, pra atë çka kishin bërë ta ç'bënin po me parlament, ishte Albin Kurti që nuk morë pjesë në mbledhjen e kryesisë dhe nuk u bë kurrumi. Nuk u bë kurrumi dhe ngeli dhe nuk kaloi në parlament dhe vazhdoi ashtu. Kështu që janë të gjithë palët janë në lojë. Por janë në lojë dhe i nxjerrin jo në kohën që duhet i nxjerrin, por i nxjerrin në momentet kur kërkojnë të përfitojnë nga këtë lloj lëvizjesh. Pra, po doja kërkon të përfiton nga lëvizja, pse nuk e bëra rezolutën, ky përfiton nga ajo që unë nuk bëj rezolut, po unë do bëj protestë sepse po dënohet UÇK-ja, se këta gjithë tu e kanë, po dënohen komandantët e UÇK-s. Pra, të që thash, ta kërkojnë ta shbëjnë edhe vetë luftën, ta në përkëmbin, me deklaratet e tyre. Aq pa aftja. Sa nuk kuptojnë edhe atë që thonë. Dhe nuk mund marrë është një vendim politik që ne nuk marrim pjesë në protestë. Shumë e thjeshtë. Ai mund të lajmërojë njerëzit e vet, mund përfaqësuesit politik të kreut të opozitës mos tjenë. Po çuditërisht kreat i ishin aty. Opozita ishte aty. Dhe ku dolën pastaj? Kush ishte forca e vendimit politik? Qartë. Për mos marrë pjesë në protestë? Qartë. Ai koalicioni ishte aty? Ishte. Deputetët e PD-s ishin aty? Atëherë ku është forca e partisë? Atëherë kjo tregon se s'ka asgjë ajo që unë ju kam thënë. Ka humbur poshtë ideologjike i PD-s në radhë parë.
Dhe e dyta, opozita nuk ka asiloj ideologjie, nuk di se çfarë ideologjie mbrojt. Nuk e di çfarë ideologjie mbrojt. Dhe këtu luftojnë njëri me tjetrin për të përfituar politikisht në sytë opinionit, në sytë votuesve, se ne jemi pro Kosovës, ta janë kundra, ose pala tjetër thotë ne jemi pro, ta janë kundra. E përdorin Kosovën, si thuash, për Përdorin Kosovën, se kështu e kanë përdorur Kosovën, dëgjoj, duhet të kuptojmë një gjë. Nacionalizmi është ajo straja e fundit e horrit, e vagabondit. Dhe këta mundohen ta përdorin nacionalizmin në këtë lloj forme. Kush janë nacionalist? Ta janë nacionalist, çfarë nacionalistë? Çfarë kanë bërë këta për Kosovën? Më thonë një gjë që kanë bërë për Kosovën, realisht, jo me llafe deklarata. Një gjë të bërë për Kosovën këta nuk kanë absolutisht asgjë. Nuk janë munduar të bëjnë absolutisht asgjë. Ta edhe në luftën e Kosovës i kapshin njerëzit pse po çojnë armë në Kosovë dhe i fuqin burg. Ç'a kanë bërë këta? Kë dërguan këta në Kosovë? Si shtet i armë. Në atë kohë kemi qenë pallat të kulturës ku kanë bërë thirrje që shteti shqiptar në takim, shteti shqiptar do çojë ushtri aty. Jemi një kom, nëse duan. Po ç'a luftë bën këta kur u aprovu kushtetuta në Kosovë? Kam qenë atje, unë i thash mos e aprovoni. Mos e aprovoni se Kosova nuk është shtet multietnik. Dhe ju vetëm me këtë frazë, shtet multietnik, ju i bëni pari e Shqipërisë. Qartëzi. E kupton, por çfarë politikanët tanë çfarë bën? Absolutisht asgjë. Qartë. Absolutisht asgjë. Vetëm e kanë përdorur Kosovën, e kanë përdorur me fjalë, në fjalor, në retorik, në fjalime që bëjnë. E do të thotë se ta konkretisht nuk kanë bërë asgjë. Përkundrazi. Ta kanë qenë kundra. Dua që të kalojmë të diskutojmë bashkë edhe dy çështje të tjera që kanë bërë mjaft bujë në opinionin publik këtu brenda në Shqipëri. E para lidhet me qenë se ti je dhe avokat vet, lidhet me atë që ndodhi në Elbasan ku një avokat u ndalua për shkak të ushtrimit të detyrës ose gjatë ushtrimit të detyrës me të gjithë avokatët që unë kam folur, që unë kam personalisht njohje, janë shprehur jashtëzakonisht të shqetësuar për precedentin që ky akt mund të përbëjë tashmë, duke e vënë theksin ata që unë kam pyetur, se unë vetë nuk jam i fushës së drejtësisë, por ata që unë kam pyetur kanë thënë që kjo është një republikë prokurorësh, po shkrohet drejt një republike prokurorësh. Aty çështja mund të jetë e komplikuar sa të duash, pra arsyet debati midis prokurorit dhe avokatit, etj, mungesë provash siç akuzonte avokati, por unë po ngelem tek veprimi, tek ndalimi dhe arrestimi i avokatit. Si e ke analizuar këtë që ka ndodhur? Unë dhash një intervistë për të, e qyta gjë në mënd të mërshme, që mund të ndodhi drejtësisë, kjo është reforma, flasim kjo është reforma. Ne e provojmë në sallat e gjyqit, dhe jo më kot, qysh në kohën që bësh reforma dhe të gjithë ta heshtën, se kjo është e bukur, kur duhet flasim, nuk flasim, pastaj pasi ndodh gjëja. Ora duhet të kapësh shkakun, pastaj pasojën. Dhe unë e di që do vinë diku në këtë, jo në këtë gjendje, por do vinë në këtë, pse? Sepse, kam thënë, prokuror dhe gjyqtar janë bërë mbi ligjin. Prokuror dhe gjyqtarët janë dalë mbi ligjin. Në sallë gjyqit, duhet t'jesh në sallë gjyqit ta kuptosh. Në sallë gjyqit, prokurori, atë që a thot prokurori, e vulos gjykata. Dhe nuk të lejon në debat. Ti shkon në sallë gjyqit, ata nuk t'japin dokumentacion. Pra, fillon procesi, ai thot bindje ime brendshme, thot edhe ka që gjë, nuk t'jep absolutisht, nuk t'jep material. Pra, bëhet hetimi, unë e kam ngritur edhe në kur po seminare që bënin për reformën në drejtësi, edhe thoja, është gjëja parë që duhet bëjë Shqipëria, duhet të marrë dhe duhet bëjë kodin e procedurës penale. Pse? Sepse të gjithë veprimet që bëhen nga prokuroria ose nga policia, në asnjë rast nuk është avokati prezent. Në asnjë rast. Nuk është avokati nuk merr dot material, nuk merr dot gjë. Nuk ndodhet në vend ngjarje. Dhe kur shkojmë në sallë gjyqit, domethënë nëse ne përplasim në sallë gjyqit përplasim pikërisht për këto veprime të bëra nga prokuroria, një polic ose një OPG shkruan ditën e parë që bën arrestimin, ndalimin,
Pastaj ajo letër, siç merr shkokë prokurori atë letër e sjell gjykatën edhe mbushin disa faqe kodëm kod që i kanë standard, por nuk kanë ai provë. Unë kam rast konkret. Kam rast konkret. Po të ta bëj masi se s'dua të dal dhe të paragjykoj vendimin që do merret. Po unë kam rast konkret. Është person tjetër, kanë ka person tjetër. Dhe kur unë ngri zërin gjyq, më thot mos ma ngre ulet toni. Unë kam thënë çop, të ton kam dhe do përtasin të madhe sepse mbrojnë jetën e dikujt. Më ka fal jetën ai, se këtë duhet të kuptoj. Po. Avokatit kur ti i jep të mbrojë çështjen i ke fal jetën. Dhe avokati do ta shohë gjën e shesi si gjën e vet. Pse? Sepse ai nuk e njeh ligjin. Por kur ti tallesh me mua, ose kërkon të tallesh me mua, kërkon më fyerës të inteligjencë mua, një shkollë kemi bërë të dy. Ti je gjyqtare, ti je prokuror, unë jam avokat. Dhe çka kam kërkuar në reformën e drejtësisë, që avokati të ketë status. Avokati nuk ka status. Siç ka gjyqtari dhe prokurori. Pra jemi në një sallë gjyqi, dy kanë status, njëri s'ka status. Dhe avokati përdoret sikur është një njeri rrugë. Dhe po ti shohësh avokatët kur janë në rrethë jo sidomos, avokatët e rrethë rrinë urt. Pse? Se kanë frikë, se ka një seancë tjetër, ka një seancë tjetër shpunë. Janë të rrallë avokatët që ngrenë zëri. Dhe po ta them me sinqeritet, është të mërshme të futesh në një sallë gjyqi kur ti e sheh që bën mu dhe ajo thot nuk e pranoj unë këtë thot. Dhe po të shohësh gjithë kërkesat e avokatëve gjithë bin poshtë. Kërkesat e prokurorëve pranohen. Unë i them në gjyq, ma thirr personin ta identifikoj, është ky apo s'është ky, ajo thot jo, nuk pranohet. Po çfarë duhet bëj unë tani? Dhe pse këta gjyqtarë dhe prokurorë, kur u vra gjyqtari, u ngritën gjithë në këmbë me fillun e kërkun roje, kërkun këtë, kërkun atë dhe askush nuk foli, ore, po priteri se kemi marrë vendime skandaloze. Dhe kemi fut njerëzit në konflikt. Dhe po t'i shifni edhe vrasi që bëhen për efektet vendimeve gjyqësore, se kanë fut njerëzit në konflikt. Nuk ka frikë gjyqtari apo prokurori nëse qëndron drejtësisë, nuk ka frikë absolutisht asnjë dhe nuk i thot dot absolutisht asnjë. Pra 1400 të vrarë vetëm për konflikte pronash. Për shkak të vendimeve. Për shkak të vendimeve. Po sa kemi ngret zërin ne dhe kemi thënë në burgjet shqiptare ndodhen të pafajshëm. Pse ndodhen të pafajshëm? Sepse ai e ka për një cigare hashash edhe e fut 7 vjet në burg. Po kur ti e fut 7 vjet në burg atë për një cigare hashash, çfarë not? Not që ai nesër do bëhet kriminal. Pra ne nuk shkojmë ke riedukimi, po ne shkojmë ke vendimi i burgimit dhe të gjithë, po të shohësh gjykatat, merrni, shihni gjykatat dhe do shihni të gjithë vendimet e prokurorit ku ka mas arresti, nuk njohin mas tjetër përveç arrest me burg. Nuk e njohin fare, vetëm arrest me burg. Pra në masën ekstreme. Për çfarë? Për një cigare hashash. Dhe kur vjen puna kokainës, u vjedhën kokainë, ikën 2 kontener nga porti i Durrësit, su mor njëri me të. Kur Banakingu është i dënuar me vendim gjykate, ai vazhdon ta bën reklam televizor. Jemi vendi që importojmë më tepër banane se sa çdo vend tjetër në Europë, për sa i përket numrit të popullsisë. A thotë se shqiptarët rrinë me banane në dorë gjithë ditën? Qartë. Dhe absolutisht nuk ka hap gojë njëri. Dhe pse s'u ngritën këto gjyqtarë dhe prokuror në mbrojtje të avokatit? Se në një sallë jemi, bashkë jemi, siç u ngritëm ne. Që folëm për vrasjen. Nuk u pajtu me vrasjen. Pse nuk u ngritën këta prokurorë gjyqtarë? Ta dënojnë atë gjyqtarën. Që e ka tjatin, e ka të dënuar tjatin. Një gjyqtarë që ka tjatin dënum bën këto veprime. Të marrë, më lidhët këllëgjeja. Pse s'më lidhët këllëgjeja dhe të marrë vendim për atë? Ta heqin nga gjyqtare fare. I atë ishë dënum Saran, Strakosha, për vjedhje pronash. Qa janë ta? Qartë, e kuptoj. Apo, jo, se ka një problem, se kur del nga salla gjyqit,
përballen avokatët përballen me palët, nuk përballen as gjyqtari as prokurori. Jam edhe shtyrit e gjyqeve që bëhen. Një herë s'ka i gjyqtar, pastaj s'ka i tjetër, një herë je prokurori, ndrohet trupi gjykus, mrena një çështje ndrohet 2 herë trupi gjykus, ndrohen 3 herë prokurorët, edhe hajde me veshti se ç'a ndodh me atë gjyq pastaj. Vin në gjykim, vin pa i lexuar fare dosjen. Pa i lexuar dosjen, s'di gjë se çka ka dosja. Pse? Sepse bëhen 20 gjyqe në ditë. Po si mund t'i bëj 20 gjyqe në ditë? Hy nga i derë, del nga i derë. Qartë. Dhe do të ndodhi pastaj kjo. Pse? Sepse nuk duam. Pse kërkojnë, po ta vesh re, pse kërkojnë për këto, ç'a janë këto rastet e drogave, do më kry kapin këto spacatoret e theta, shto përdorus, që i fusin burg. Pse kërkojnë gjykim të shkurtu? Që të mbyllin gjithë dorë, se nuk bëjnë as jetim as i gjohë. Mbyllin, thash, si që po letrën o po gjëja në fillim edhe mbaro. Me gjykim të shkurtuar mbaro. Kur të kërcënon o po gjëja, do t'i vej prangat, thot. T'i vej prangat, du të po folë që the mu, thot, se t'i vej prangat. Po, kjo është drejtësia, pra, kjo është reforma në drejtësi. Që bëri 4 urë në Shqipëri. Bëri 4 urë. Dua që të flasim edhe për një çështje të fundit bashkë, pa të marrë shumë kohë. Një çështje e cila ka nisur po trajtohet, po nuk e di se sa e madhe realisht mund të bëhet, është një çështje që ndërthur interesa të mëdha, po themi, të investimeve, konkretisht për aeroportin e Vlorës, e kam fjalën edhe Behgjet Pacollin. Pyetja ime është, nuk e di sa e ke ndjekur si çështje dhe kush po do t'ja marri, po them, Behgjet Pacollit e aeroportin e Vlorës. Kjo është një çështje pa komplekse. Po pse, akoma e venin dyshim kush do t'ja marri? Përveç se minuku koridorëve, kush do t'ja marri tjetër? Përveç Ramës, kush do t'ja marri tjetër? As unë as ti. Ka forcë në Shqipëri, më gjene një njeri që ka forcë në Shqipëri që të drejtoj gjykata, të drejtoj administrat, të drejtoj bashki, të drejtoj i KMT, i MT, LMT, gjitha. Drogën, kush? Korupcionin, kush e drejton? Edi Rama. Dhe kush? Jam prish në pazare me Pacoll. Pse? Sepse dhe procedura Pacollin të shekabume. Nuk mund t'japësh tokën, zotri, tokën ta kam dhënë unë. Dhe atë tokë ti nuk mund t'a shkosh dhe t'a lesh kolateral në bank. Pra tokën time ti e le kolateral në bank dhe merr 100 milion euro. Qa janë këta investitorë? Si janë këta investitorë që me lekë të shtetit, me lekë të popullit ta bëjnë investime dhe quhen investitorë? Dhe që është kjo bank që me pronën e shtetit i jep kredi. Dhe kur prishin pazaret pastaj se qa ka bërë, ka fut një gremç aty, investitor tjetër që ka X% dhe thot tash do ta bëj unë, thot, e bën ky gjyqin. Dhe pikërisht kjo është skema që bën mafia. Jo pa qëllime kam qytë mafia shtet. Mafia këtë skemë. Mi po, nëse mafia në vëndet e tjera mundohet kapi një ministër, një prokuror, gjyqtar, tu s'ka nevojë, se është kryetari mafias, është ai që drejtorë gjithë shtetin shqiptar, dhe pra ne quhet mafia shtet. Se të gjitha pikat, çfarë do të bësh ti, të gjitha gjërat shkojnë ke Rama. Të gjitha gjërat shkojnë ke Rama. Nuk shkojnë vend tjetër. Dhe ai, po ja u them copa, ai ka për të shit gjithë. Ai do i shesit gjithë, se dosin që ka në Amerikë, ai nuk i shpëton dot. Ai prandaj bën gjithë lëvizjet, gjithë gjërat. Prandaj edhe shan, edhe godet, ai godet gjyqtar, ai godet prokuror, të cilët nuk marrin vendimin që do ai. Prandaj ndodhin këto skena në gjykat. Kemi gjykat politike. Kemi prokurori politike. Nuk kemi profesionale. Janë politike. Janë statistikore. Duhen dënu kaq grupe kriminale dhe ai merr kaq grupe kriminale. Duhet të heq Pacolli ta shfryj kjo se u prish pazari me mua, u prish misia se ai s'ma dhe aq miq. Ai s'ka as miq, as gjë s'ka. Ai i kanë tranzicion gjithë. Dhe tash ti marr pronë. Po kjo pa i merr pronën shqiptarëve, jo më Pacollit. Qartë. Ke një moment pastaj që Pacolli do të çojë gjykat ndërkombëtare,
E kupton dhe do paguaj prapë shqiptarët, do paguaj lekët. Nuk i paguara. Siç ka ndodhur me të gjithë. E kjo është fatkeqësi e këtij vendi. Do zoti ikën një orë më parë, që kjo është fatkeqësi kombëtare që qëndron në krye të shtetit. Ai ka kap president, ai ka kap gjithë. Ai letrën e presidentit i firmos vetëm valla. Ja ka marrë firmën elektronikisht edhe i dërzon. Ç'ishte letër që i dërgoi gjykatës se po kaloi një temp, gjykatës kushtetuese. Po. E kujtoj se ka bo Beromja dhe kapteri, po s'po kapteri është në dhe s'di gjohë me shkrujt. A e di recet, kujto se o recet edhe firmos. Gjitha në tërëmës. E hoqi bali biskë, të që pas ka morë prapë, në thëmë. Hiqeve, si pas interesi, si pas moment. Ky bën çdo gjë. Nuk ka konflikt shtetëror, është konflikt individual. Konflikti Ramës për Pacolin. Loja që lunë, apo bëjnë skem, se bëjnë dhe skema këta. Do të kuptojnë dhe një, bëjnë dhe skem ky shkuria merë, e qënë gjykat Hagës, atje merë një dëm shpërbim të majnë, pagu dhe kredim, fute dhe legët në gjep, edhe ngelet po e njëta gjë. Dhe Shqipëria paguan, populli paguan. Se kanë edhe këtë skemta, do të kuptoni drejt. Si që boli me atë pallatin e la, pallatin Vlorë me unë ndërtu mes detit, që kur s'ishte aty, pas ta i e prishi pallatin, shkoj luni, mori një 15 milion euro, edhe dolën gjithë palin të fitum. Kush e hongri Shqipëria, hongri populli që pagu lekë. E thjesht. Pra i bëjnë dhe këtë numër. Nuk është se këta nuk i bëjnë. Këta për parat që asë bëjnë. Qartë. Esin çdo gjë. Më së duket çudi që nesër Pacolli do shkoj gjykat në kombëtare, merr dhe lekët Pacolli, pagu dhe kredit banke, edhe ikën shtëpi Pacolli edhe lekët i merr, gjithë i merr dhe kush ngeli? Raporti ngelet fantazëm, me mrapa ka Ramën, patjetër, po fantazëm në kuptimin. E asaj dhe mrapa është Ramën. Po pse ju mendoni se jep ky leje ndërtimi rezort e njërën tjetërën pa përfitu vetë? është nonsens. Ky njeri, ky narcist, ky është narcist. Si mendoni ju se ky është në njeri që i dhimbë se Shqipëria? Ky është shqiptar, në gjak shqiptar i jetë. Ky është shqiptar me shqiptar. Ta kuptojnë drejt, nuk është shqiptar, me origjinë shqiptare s'është ky. Qartë. Dhe ky kanë drejto vendin. Prandaj sillet këtë formë. Ky thjesht është ushtari i Sorosit, po. Atë e ka. Komandanti Soros. Qartë, mirë. Zoti Merkoçi, ishte kënaqësi biseda, të falenderoj për opinionet. Faleminderit edhe juve. Ishim me zotin Fatmir Merkoçi, avokat, folëm për disa zhvillime në vend, ato më të rëndësishmet nga UÇK dhe protesta për të, tek ngjarja e Elbasanit me ndalimin e avokatit dhe tek aeroporti i Vlorës. Rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë, do të flasim për zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, zgjedhjet e mbajtura pikërisht ditën e djeshme, të cilat në kampin shqiptar duket se përveç komunave të balotazhit kanë prodhuar dhe një koalicion i cili të paktën deri tani, thash duke hequr pjesën e balotazhit, është fitues në pjesën më të madhe të komunave dhe ky është pikërisht koalicioni Vlen. Un kam kënaqësinë që të flas me Amir Elezi, nën kryetari i shtabit qendror të Vlen. Amir, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Ju falenderit dhe juve, gjithmonë është kënaqësi të bisedojmë bashkë në lidhje me situatat për zgjedhjet lokale këtu në Maqedoninë e Veriut. Duket nga mënyra se si po flet që je i gëzuar, të paktën rezultati deri tanishëm i zgjedhjeve është tregon për një fitore të Vlenit. Nga shifrat, Vlen ka fituar deri tani pa balotazh, në mos gaboj unë, në rreth 5 komuna, ndërkaq që koalicioni kundërshtar AKI në 3 komuna pa balotazh. Po më tepër se kaq, çfarë mund të më thuash për procesin e zgjedhjeve? Atëherë, ishte një fest të vërtet e demokracisë dhe një organizim perfekt i zgjedhjeve dhe i gjithë fushatës zgjedhore këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo është ajo që na gëzon shumë, jashtë edhe rezultatit të
kënaqshëm dhe shumë të mirë të koalicionit Vlen që arriti në këto zgjedhje lokale. Ashtu siç përmenda në inkuadrimin tim të fundit për televizionin tuaj, ne kemi arritur që të fitojmë në 5 komuna që në raundin e parë, ajo që parashikova edhe në prag të fushatës, dhe jemi në epërsi edhe në 5 komuna tjera apo bashki tjera, si që thoni ju, për në raundin e dytë, dhe kjo reflekton gjithë mbarvajtjen dhe pjesën e fushatës të cilën e kemi realizuar ne si shtab qendror i Vlenit, por edhe gjithë përkrahjen të cilën e kemi marrë nga votuesit dhe qytetarët është përkthyer në vota si në pjesën e kandidatëve për kryetar komunash, po ashtu edhe në pjesën për këshillat bashkiak. Do më thënë është një fitore e madhe e shqiptarëve në këto zgjedhje dhe sigurisht që më bën krenar kjo, duke pas parasysh që koalicioni Vlen del fitues absolut në kampin shqiptar tek votuesit në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, nëse do të përmendim disa komuna, po themi kështu, patjetër që shkëlqimin e fitores e mban komuna e Çajirit në Shkup, të cilën e ka fituar që në raundin e parë pa balotazh Izet Mexhiti, ndërkaq që është rikonfirmuar në Tetov, në mos gaboj zoti Bilal Kasami, një tjetër bashkëdrejtues i koalicionit Vlen, si dhe në 3 komuna të tjera më të vogla. Nga ana tjetër, kundërshtarët tuaj, AKI-ja është rikonfirmuar në Gostivar dhe në disa komuna të tjera. A ka rëndësi vërtet, po themi, ky konfigurimi komunave përveç numrit? Atëherë, përveç Çajirit i cili u fitua që në raundin e parë me një diferencë bukur të mirë të votave, afër 4.000 vota diferencë nga oponentët tanë. Në fakt Tetova është në balotazh. Tetova është në balotazh, se u kujtova. Tetova është në balotazh, mirë po edhe në Tetov ka një diferencë 4.000 vota. Gjithashtu edhe në Dibër jemi në epërsi me rreth 800 vota, dhe në Struk po ashtu jemi në epërsi, dhe gjithandej edhe në komuna tjera rurale, në 5 të tjera që shkojmë në balotazh jemi në epërsi ndaj oponentëve tanë, dhe kjo na bën të përkushtuar në këto 2 javë fushat për raundin e dytë që t'i fitojmë edhe këta komuna. Sa i përket konfiguracionit territorial, t'i themi, në zonën e 6 zgjedhore ku janë të koncentruara votat shqiptare, kemi fitore bindëse në të gjitha komunat, duke përjashtu Gostivarin atë që përmendet ju, dhe kjo na bën sigurisht krenar në pjesën e asaj që thirreshin në një referendum dhe oponentët tanë mundoheshin që të provokojnë edhe zgjedhje të parakoshme duke u thirrur në legjitimitetin e votës shqiptare, edhe kjo tezë e tyre bie në ujë. Kështu që mund të them me plot përgjegjësi që koalicioni Vlen është fitues absolut i këtyre zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Më lejo të pyes, dua të pyes shumë sinqerisht dhe po ashtu doja një përgjigje të sinqert. A ishte një fitore që e prisnit apo ishte një surprizë e bukur? Ishte një fitore që e prisnim, sepse ju thash që koalicioni AKI totalisht e humbi qasjen sa i përket këtyre zgjedhjeve lokale, shpikën disa tema të cilat nuk korrespondojnë me realitetin faktik dhe me nevojat e votuesve në komunat shqiptare. Prandaj, duke qenë se u futën në këtë fushat zgjedhore me tema të shpikura dhe të sajuara, ata nuk patën kontakt direkt me votuesin shqiptar dhe nuk e ndoqën kërkesën e tyre. Kjo para së gjitha është prej faktit që nuk arritën që të japin rezultate dhe t'i përmbushin premtimet në komunat në të cilat menaxhonin në kaluarën. Gjithashtu nuk patën një ofertë konkrete dhe reale dhe as pak kandidaturat forta në komunat, përkundrejt neve që vinim me një
paraqitje të mirë në ekzekutiv në pushtet, me realizim të projekteve siç e përmenda nga qeveria me ndihmë direkte për komunat dhe qytetarët këtë e ndjen, e njohën. Kishim një fushat der më der duke takuar grupe qytetarësh dhe duke ofruar platformën dhe programin tonë zgjedhor. Gjithashtu kishim edhe kandidatura tepër të forta në disa komuna, siç ishte për shembull Sarai, siç ishte Bogovina, siç ishte Te Arca dhe plot vendbanime tjera, apo edhe Struga dhe Kërçova, me të cilën arritëm të bëjmë rezultat të kënaqshëm dhe arritëm që ta bëjmë këtë fitore të madhe. Amir, më lejo të ndalem edhe pak këtu. Vërtet vlen fitoi, po themi, shumicën e komunave shqiptare. Po sa është gati vlen që të marrë përsipër edhe qeverisjen komunale, përveç asaj qendrore, që të mos harrojmë që keni përgjegjësinë e madhe të qeverisjes qendrore. Tani shtohet edhe një barë tjetër përgjegjësie. Duke supozuar që rezultati i balotazhit nuk po shmang surprizat dhe po qëndron, po themi, kështu siç është tani, me epërsinë e vlen. Sa gati është vlen që të marrë përsipër edhe këtë përgjegjësi të qeverisjes komunale, duke mos lejuar pra që vota kundër BDI-së dhe vota kundër AKI-së të ketë qenë thjesht një vot proteste dhe jo një vot përgjegjësie për vlen. Ne sigurisht që kemi bë ofertën tonë për votuesit shqiptar dhe në këtë drejtim ne jemi të përkushtuar që gjitha projektet të cilat i kemi premtuar për para votuesve tanë edhe t'i realizojmë në momentin kur ne do të qeverisim edhe me komunat të cilat i kemi fituar. Dhe këtu do të bëhet një kombinim shumë i mirë me pushtetin qendror apo ekzekutivin me komunat në realizimin e këtyre projekteve, shkaku se kryetar komunash jo kompetent nga oponentët tanë kanë bërë që pjesë e investimeve direkte që vinin nga qeveria mos të shfrytëzohen dhe kjo është për të ardhur keq, shkaku se në fund qytetarët nuk kanë arritur që t'i gëzojnë këto investime direkte në infrastrukturë dhe në pjesë tjera ku ka intervenuar qeveria. Prandaj duke pasur parasysh këtë moment, këtë kombinim të qeverisjes së vlenit në nivel lokal dhe atij qendror, jam thellë i bindur që do të vazhdoj prosperimi në komunat shqiptare, një herë e mirë do të mbyllen temat dhimbshme si janë uji i pishëm, kanalizimet dhe infrastruktura bazë dhe të shohim drejt të ardhmes me projekte të reja zhvillimore sa u përket kualitetit të jetës më të mirë për qytetarët, pjesë të zhvillimit ekonomisë, turizmit dhe një qasje krejt tjetër sa u përket komunave, zhvillimit të tyre dhe menaxhimit me to. Ky është një shans që na kanë dhënë votuesit shqiptar dhe një obligim i madh i joni që ta realizojmë me përkushtim, me kujdes të veçantë dhe me sukses, sepse fundja vitet kalojnë shpejt dhe përsëri duhet të përballemi me votuesit tanë pas 4 viteve. Ne duam që suksesi të jetë në udhërrëfyesi ynë, siç ndodh në Tetov, Çajir dhe gjithandej, prandaj jam thellë i bindur që do të kemi rezultate të mira edhe në realizimin e këtyre premtimeve. Një pyetje shumë e shkurtër që do doja t'i riktheshim pak edhe asaj që po flisnim në fillim. Çdo të thotë, ju konsideroni që e keni nxjerrë në pension, po them Ali Ahmetin apo jo, shprehimisht. Çdo të thotë kjo, domethënë si del në pension Ali Ahmeti, ai është i lirë të merret me politikë dhe do të thotë që ai nuk do të garoj më, si do të thotë, për shembull pas 4 vitesh ose edhe pas 2 vitesh për apo pas 3 vitesh për zgjedhjet qendrore kur I bie të jenë, ai sërish mund të garojë. Dhe sërish mund të jetë alternativë nëse ju dështoni në përmbushjen e detyrimeve ndaj qytetarëve, po them teorikisht, hipotetikisht. Çdo të thotë ka dalë në pension Ali Ahmeti. Ali Ahmeti ka dalë në pension shkaku që nuk arriti që të flet me gjuhën të cilën e njohin votuesit, por më tepër foli
egoja e tij, nënvetdia e tij, frustrimet e tij të brendshme sa i përket të kaluarës dhe situatës së tanishme, dhe fakti që i humbi shumicën e komunave shqiptare dhe ndodhet i izoluar edhe në terma geografik, edhe në terma politik, në një situatë kur gjithë kryesia e tij përballen me akuza në pjesën e drejtësisë, por edhe janë në listën e zezë amerikane, dhe ky rezultat i zgjedhjeve e bën të patjetërsueshme dhe një imponim të brendshëm që të shkojnë në një proces të brendshëm të konsolidimit, do kisha thënë. Kjo e imponon që edhe figura e tij të vëhet në pikpyetje nga pjesë të brendshme të BDI-s, por edhe të koalicionit të tij. Ta keni parasysh, është hera e parë që nuk paraqitet në një paraqitje publike pas zgjedhjeve. Mbrëm ishte vetëm Arbër Ademi në preskonferencat e famshme nga Reçica e vogël, dhe si duket Ahmeti është i strukur në zajaz dhe nuk don të përballet me realitetin. Gjithsesi, është në të mirën e demokracisë që ajo parti të reformohet dhe të vinë në pa figura të reja. Këtë do dëshironim edhe ne. Ne absolut që nuk jemi ata që e determinojmë se si do t'jetë ecuria e tyre politike, po deshën për ne le ta mbajnë aliun edhe sa do kohë që të duan. Po, është e drejta e tyre ta mbajnë ata. Është një situatë e re krijuar shkaku se nuk besoj që do të ketë më afinitet BDI-ja që t'i mbaj edhe partnerët e koalicionit që i ka tani më. E keni parasysh pak para zgjedhjeve dy parti më të vogla shqiptare u larguan nga ai koalicionim. Tani sigurisht që do të krijohet një situatë e re kur do të imponohen edhe këto raporte për brenda atij koalicionimi, por sigurisht që edhe për brenda BDI-s. Pensionimin e Ali Ahmetit e bën dje shqiptarët, dhe për këtë dua t'i përgëzoj të gjithë ata që votuan për ne dhe kundër atij koalicionimi. Pjesën tjetër sigurisht që duhet ta bëj Ahmeti, siç kemi thënë shumë herë, i urojmë pensionim të lehtë dhe të gjatë, shkaku se kemi rritë edhe pensionet për qytetarët përfshi edhe për zotin Ahmeti, kështu që nuk ka gjë të keqe për një politikan që ta përmbyll karrierën e tij edhe me një pensionim të qetë, do kisha thënë. Megjithatë, kjo fitore nuk duhet t'ju bëj që si thua të vetkënaqeni, sepse përgjegjësia është shumë e madhe dhe partia e zotit Ahmeti do t'jetë aty në opozit për të parë pasaktësitë dhe gabimet tuaja. Megjithatë, unë doja që të flistim pak dhe të më sqaroje pak situatën në kampin Maqedonas, që të kisha një panoram më të plot, duke qenë se jemi fokusuar më shumë në kampin shqiptar, patjetër se është interesi primar. Në kampin Slavo-Maqedonas kemi një fitore dërmuese të VMRO-s, të partnerit tuaj në koalicion, një shumicë dërmuese komunash. Çfarë analize mund i bëjmë situatë të tillë shkurtimisht? Si mund ta lexojmë një situatë të tillë? Kjo edhe pritej, e thash edhe në paraqitjen time të fundit për ju, kjo edhe pritej, mirë po... Në 55 komuna në mos gaboj. Po, vetëm se edhe në pjesët tjera ku futet në balotazh është në përsipër kundrejt oponencës. Prandaj ajo që ndodh është një fenomen i asaj që opozita maqedonase duket shumë e çorientuar dhe nuk po arrin si duket që të bëj konsolidimin e brendshëm. E përmenda në paraqitjen time të fundit që rezulton që ajo që kishim edhe frikë, partia e dytë në nivel të Shkupit del e Majta, radikaliste e Dimitar Apasievi. Ata kanë dalë të dytët. Rezulton që në qytet të Shkupit është partia e dytë dhe kjo është brengosëse sa i përket shqiptarëve, mirë po kjo është një situatë që do duhet të zgjidhet në suazat të kampit etnik Maqedonas sa u përket këtyre çështjeve dhe forcimit të kësaj partie radikaliste. Gjuha e tyre e përdorur edhe në fushat ka qenë
tejet fyese dhe nënçmuese kundrejt shqiptarëve, edhe pse u dëshmu edhe në vepër që heshtu razi BDI apo koalicioni AKI ka pasur një bashkëpunim me këtë formacion politik, shkaku i kandidaturës së tyre nuk arritën ta bëjnë fitore në raund të parë në Tetov, por edhe në shumë vende tjera i ka ndihmuar njëri tjetrit me votë në mënyrë të heshtur, dhe kjo është shqetësuese për një parti shqiptare e cila bashkëpunon me kështu element radikal dhe me financime të dyfishta që supozohet që vinë direkt nga Rusia, dhe jo rastisht BDI është në listën e zezë amerikane nga State Departmenti amerikan, dhe jo rastisht edhe për opinionin shqiptar edhe për opinionin më gjerë janë të njohura lidhjet që në frustrim nga rezultati i zgjedhjeve BDI nuk zgjedh se me kë koalicionon, dhe kjo është për të ardhur keq për nivelin në të cilin kanë rënë, mirë po e mira e gjithë kësaj situate është që shqiptarët tashmë kanë kush që del zot dhe janë të orientuar ka koalicioni vlen i cili pritet që t'i prish shqiptarët në dekadat e ardhshme, do kisha thënë. Qartë, doja që të vlerësonim pak, po themi, këtë rezultat pozitiv të koalicionit Vlen në raport pak më të gjerë me shqiptarët në rajon. Këto zgjedhje e folëm edhe bashk, po është diskutuar edhe më gjerësisht në opinionin publik që këto zgjedhje në Maqedoninë të Veriut janë parë më shumë se sa zgjedhje thjesht komunale, janë parë gati se zgjedhje në nivel qendror, dhe janë vendosur në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër midis Tiranës edhe Prishtinës. Me këtë rezultat pozitiv të koalicionit Vlen, si ridimensionohet kjo marrëdhënie në raport me Tiranën dhe në raport me Prishtinën? A ndihmon kjo në krijimin e një boshti të interesit shqiptar? Më dua të them, po e them në mënyrë pak më figurative këtë pjesë, që të ndërlidhem dhe me pensionimin e Ahmetit, festën e pensionimit ja bëri Ahmeti në Tiranë, zoti Edi Rama ja bëri në Tiranë, zoti Itali Ahmeti, gjithaj organizim në emër të UÇK-s, ku nuk prim familja Jashari, dhe gjitha ajo ceremoni që kishte edhe aty edhe eksponent PD-s, disa që kam parë, dhe në emër të gjithë kësaj gjëje ti bëhet fushat Ali Ahmeti direkt nga Tirana zyrtare. Kjo sigurisht që nuk ka qenë diçka që ne kemi pritur. Kanë kohë të reflektoj edhe shteti shqiptar sa i përket kësaj. Involvimet nga ana tjetër nga Prishtina zyrtare kanë qenë në frym të asaj që po vjen në skenë një elitë e re politikanë shqiptar që duhet përkrahur për skaj të vjetrës që solli vetëm degradim çështje shqiptare në këtu në Maqedoni, ndërsa involvimi i Tiranës zyrtare paraqet një presedant, shkaku që në intervenim direkt u munduan që të katapultojnë zotin Ahmeti përsëri në qeveri, duke dashur që ti ndihmojnë, por rezulton që ajo ishte vetëm festa e pensionimit për zotin Ahmeti. Shqiptarët e lexuan qartë këtë mesazh për skaj asaj që ne sigurisht që jemi në suport maksimal sa i përket atyre prizve të UÇK-s, të cilët padrejtisht ndodhen në Hag, dhe suporti jonë është maksimal, shkaku se ajo luftë ka qenë luftë e drejtë, luftë për çlirim, por përderisa këtyre protestave nuk ju prim familja Jashari, dhe përderisa organizohen kështu lloj tubime me vetmin qëllim që të përgdhelen politikan nga Maqedonia e Veriut, nuk është të hishme, dhe urojmë që shteti shqiptar, nuk do them këtu mazhoranca, por shteti shqiptar të jetë i kujdesshëm në raport me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Është obligim kushtetues, moral dhe vëllazëror që me shumë kujdes t'i ndjekin raportet
në sa përket shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe ne akoma jemi të hapur dhe kërkojmë reflektim nga ana e mazhorancës atje, sepse e dim që shqiptarët në Shqipëri din t'i lexojnë bukur mirë këto situata dhe e njohin mirë situatën edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Kosovë, edhe në Preshevë dhe gjithkund. Prandaj ju bëjmë thirrje edhe një herë mazhorancës që të reflektojnë në lidhje me raportet politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. E fundit, shiko, në fakt ti u përgjigje pyetjes pa ta bërë unë në fakt nuk ta bëra sepse nuk doja të vendos në pozitë, duke qenë se je përfaqësuesi një force qeverisëse në Maqedoninë e Veriut, edhe patjetër që ajo protest dhe tema e asaj proteste dhe organizimi dhe pjesëmarrja e asaj proteste ngjall debat dhe nuk doja të fusja në këtë, por ti dhe një përgjigje në fakt që është mjaft e fortë. Nëse do të shkonim në Kosovë për ta mbyllur dhe nëse zoti Kurti bie nga pushteti në zgjedhjet e parakohshme, pra nëse do të kemi, supozojmë që do të kemi zgjedhjet e parakohshme siç thonë shumë, a është kjo një goditje për koalicionin Vlen në Maqedoninë e Veriut? Pra e pam anën e Tiranës, të shohim anën e Prishtinës tani. Nuk është se janë të lidhura, edhe pse situatat, sidomos mes shqiptarëve, janë në frymën e bashkëpunimit. Kemi pasur shumë raste kur qeverit në Kosovë kanë qenë direkt involvuara në zgjedhje në mënyra flagrante. Unë për shembull mund t'ju përmend një shembull të 2017-s të zgjedhjeve lokale, kur vetë unë isha pretendent për kryetar komune dhe imagjinoni ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut agjitonte për vota në komunën ku unë isha kandidat. Unë sigurisht që e kam paraqit këtë dhe këto ishin shkelje shumë flagrante të neutralitetit dhe të asaj se si dhe deri në çfarë mase duhet jetë implikimi i shteteve vllazërore tona. Mirë po, ajo që ndodh tani në Prishtinë dhe që sigurisht që ka reflektim edhe të shqiptarët këtu në Maqedoni, është në frymën e asaj që koalicioni Vlen do ta respektoj çdo vendim të qytetarëve të Kosovës, të shqiptarëve në këtë rast, sa përket asaj se si duhet duket qeveria e ardhshme. Qytetarët kanë folur qartë në zgjedhjet e fundit dhe i kanë dhënë përkrahje të fort vetëvendosjes dhe në këtë moment ajo që i duhet Kosovës është stabilitet dhe bashkëpunim. Këtu do dosha të inkurajoj partitë që të futen në negociata me vetëvendosjen dhe të arrijnë që ta bëjnë qeverinë bashkë dhe Kosova të ecë në hapat e reformave që i ka filluar dhe që i ka bërë 4 vitet e kaluara, të futet në proces të konsolidimit të gjithësorit dhe që është element i cili çalon edhe në shtetin e fqinj të Kosovës. Prandaj, në këtë frymë, apeli jonë është që partitë të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe të bëhet shumica dhe të formohet sa më parë qeveria, të konsolidohen institucionet dhe të vazhdoj procesi i reformave, ndërsa trajtimi që ne dëshirojmë edhe nga Prishtina zyrtare edhe nga Tirana zyrtare është në frymë të një qëndrimi të përbashkët të unitetit brenda nesh. Ne absolut nuk duam që të jemi, edhe pse në shumë kontekste u vendos pjesa e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut duke i vendosur në pozicione të kundërta Kurtin dhe Ramën. Ne duam që ta shohim bashkëpunimin rajonal dhe sidomos atë ndërshqiptar si frymë që na çon neve përpara, që na afron më afër Bashkimit Evropian, që zhvillon vendet tona. Kemi projekte të rëndësishme, siç është rruga Tetov-Prizren që i lidh shqiptarët dhe ka implikim direkt edhe për Tiranën. Kemi rrugën që bëhet Korridorin 8 që lidh shqiptarët, domethënë në pikën kufitare Qafthan. Kemi
projekt të rëndësishëm gjithashtu për pikën kufitare Blat në Dibër, edhe aty vazhdon qarkullimi i madh. Le të bëjmë përpjekjet tona që t'i bashkojmë shqiptarët dhe të punojmë bashkërisht për këtë gjë. Larg preferencave dhe përkthjelljeve që janë për shkak të bindjeve tona politike, është fakt që koalicioni Vlen është në qeveri dhe po i fiton të gjitha komunat, prandaj apeli im është drejt Tiranës zyrtare që të reflektojë dhe të kuptojë këtë realitet dhe këtë bindje dhe vullnet të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe bashkëpunimi jonë të jetë në frymën e zhvillimit të ekonomisë në qasjen dhe në lidhjen tona nëpërmjet rrugëve dhe korridoreve që do ta zhvillojnë edhe ekonominë, edhe do të mundsojnë lëvizje të lirë të qytetarëve. Kështu bëhet bashkimi i kombit, jashta fjalëve të mëdha që preferon t'i përdor Ahmeti dhe bëhet sikur është shpëtimtari i kombit, në realitet janë veprat ato që flasin më shumë për këtë drejtim, andaj thirrja ime dhe gjithë koalicionit Vlen është që të bashkëpunojmë gjithë si vëllezër. Qartë, mirë, me këtë mesazh dua ta mbyll edhe këtë bisedë. Amir, unë të falenderoj për praninë dhe për opinionet direkt nga Shkupi, nga Maqedonia e Veriut. Ju falenderit shumë dhe përshëndetje për të gjithë. Ishim me nënkryetarin e shtabit qendror të koalicionit Vlen, Amir Elezi, folëm për rezultatin e zgjedhjeve komunale të Maqedonisë, të mbajtura në Maqedoninë e Veriut ditën e dieshme, ku sa i takon pjesës shqiptare, koalicioni Vlen duket se ka marrë pjesën më të madhe të komunave, duke përfshirë këtu dhe rezultat pozitiv në balotazhin e pritshëm në raundin e dytë të zgjedhjeve. Ne do rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër të bisedës, në pjesën e futbollit, të sportit. Mirë, jemi rikthyer, do të flasim tani si zakonisht çdo ditë të hënë në hapësirën tonë sportive për futbollin, për kombëtaren tonë, për rezultatet dhe renditjen e saj në perspektivën e kompeticioneve ndërkombëtare, konkretisht botërore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe për kampionatin, për Superligën dhe sigurisht patjetër edhe për kampionatet e tjera ndërkombëtare. Kam kënaqësinë që të jem së bashku si çdo të hënë, gjithashtu me avokat Andi Xhihani dhe gjithashtu trajner UEFA, të përshëndes, faleminderit që jemi, dhe me Revion Mekshin, trajner i ekipit të femrave të Teutës dhe video analist, të përshëndes, faleminderit që jemi së bashku. I nderuar, si e pe ndeshjen e kombëtares shqiptare me Jordanin, ndeshje miqësore, për të thënë, por megjithatë një ndeshje për të testuar në fakt atë se çfarë kombëtarja jonë do duhet modulin e lojës, po themi, në përgatitjen për dy ndeshjet e fundit, të cilat janë shumë të rëndësishme, pavarësisht se është Andorra dhe Anglia. Si e pe? Atëherë, pak a shumë siç e prisja, nuk do të kishte një ndryshim shumë të madh në modul. Pak a shumë, siç e kemi thënë edhe në emisionet e kaluara, që Silvinho është fanatik i 4-2-3-1 dhe 4-3-3-shit, por që kohët e fundit po luan me 4-3-3. Dhe ajo që kisha një farë siguri ishte që do kisha rotacion masiv në formacion. Dhe pati ndryshu gati 50% të formacionit. Nga që jemi parë të paraqitet zakonisht. Pati fut Mihaj në vend të Ajetit dhe Balliu në vend të Hysaj, në mbrojtje, pa harruar Porton, Dajsinanin, prurje nga Superliga, nga kampionati shqiptar, që u paraqit mjaft mirë, pavarësisht goleve, sepse janë të ndërthurura. Sigurisht. Nuk është se është faj për tjerit, por bërë një paraqitje shumë të mirë. Në mesfush vetëm hyrja e Bejramit në formacionin startues dhe komplet pasaj pjesa e sulmit ishte diçka e re. Vel nga që jemi parë me Hasanin, Dakun. Mund të themi që nga një pikpamje, po them, profesionisti, ajo çfarë peti, mund të themi që edhe me këtë formacion Shqipëria e bëri detyrën? Po, patjetër. Përveç rezultatit, po flas vetëm për rezultatin, po them edhe si lojë. Edhe si lojë, ato u përgjigjen goxha mirë. Kishim pak, sepse
dy ndeshjet me Andorrën dhe Anglinë janë më të rëndësishme se sa ndeshja me Jordaninë. Dhe vetë lojtarët nuk shtrëngohen Sigurisht. maksimalisht 100% në ndeshje të tilla. Dhe prandaj ishte edhe ndeshje si ndeshja e hapur. Por ajo që intereson më shumë trajnerit është interpretimi i lojës dhe minutazhi që duhet marrin gjithë lojtarët që ishin në fushë atë ditë. Sepse siç e thash edhe në emisionin e kaluar, na duhet që të kemi të gatshëm të gjithë për dy ndeshjet vendimtare. Pikërisht. Dhe besoj kjo ishte ajo që pata parashikuar dhe doli deri diku, po themi 78% e pritshmërive. Mendoj që i shërbeu goxha dhe shpresoj shumë që ta kemi gjithë kontingjentin e kombëtares të gatshëm për dy ndeshjet e fundit, mos të kemi dëmtime, kemi minutazh nëpër skuadrat respektive dhe bëjmë më të mirën për dy ndeshjet decisive. Atëherë, nga kjo ndeshje ne dalim mbi të gjitha me një entuziazëm të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është ajo që mua më kënaq më shumë. Nuk e di ta dëgjuan këshillën ty që ta mbushtin stadiumin plot. Jo plotësisht, me thënë të drejtën jo plotësisht, por kishte goxha njerëz të cilët erdhën në stadium dhe e mbështetën në mënyrë të padiskutueshme ekipin tonë kombëtar, siç e kanë mbështetur gjithmonë. Tifozë shqiptar, tifozëria shqiptare, për ne kombëtarja është krenari. Për të gjithë ne kombëtarja është krenari dhe sidomos në këto vite të fundit që po bën gjëra të mëdhaja dhe po na bën vërtet krenar, sepse ky vend ka goxha halle, goxha probleme dhe kemi nevojë dhe shembuj të tillë. Dhe futbolli dhe me gjithë ekipin jon kombëtar vërtet që na jep një optimizëm për të ardhmen, një shpresë që edhe ne si vend, si kombë të njihemi në botë, jo vetëm për gjëra të këqija, por mbi të gjitha për gjëra pozitive. Dhe sporti në rasti konkret po jep një shembull shumë të mirë. Absolutisht shumë vërtet. Si e ndeshjen ti? Atë ndeshjen e pasur. Rezultati patjetër shumë i kënaqshëm. Rezultati pa diskutim është një rezultat shumë pozitiv dhe unë kam natyrën time që i marr ndeshjet në paketë, që duhet i fus të dyja. Serbin, që e kemi thënë dhe në emisionin e kaluar, që folëm gjëre gjatë, ishte një fitore jashtëzakonshme, një fitore që na ka dhënë një shpresë dhe një moral shumë të lartë dhe mbi të gjitha 95% për të shkuar në play-offin e kampionatit botror, që është arritja më e madhe e historisë futbollit tonë. Dhe kjo ndeshje tregon një entuziazëm me disa ndryshime, siç e tha dhe profesori Revioni, trajneri Silvinho, pa diskutim që do bënte disa ndryshime, me modulin e vet 4-3-3, i dha mundësinë portierit Dajsinani, portier që vjen nga Superliga jo nga ekipi kampion Ignatia, dhe ai e justifikoi në mënyrë më të mirë të mundshme vendin. Dhe kjo tregon që në kombëtare ka konkurrencë, dhe ku ka konkurrencë të gjithë lojtarët japin maksimumin. Janë të angazhuar dhe japin maksimumin për atë fanel. Luajti Balliu në krahun e djathtë, i cili është një konkurrues i denj i Elseit Ysajt, edhe pse Ysaj e kemi thënë që këto ndeshje të fundit e ka rritur shumë nivelin dhe është lojtar formacioni, por fakti që Balliu është i gatshëm, luan dhe një kampionat shumë fort si La Liga. Kjo është një shenjë shumë e mirë dhe për ekipin tonë kombëtar. Luajti Miaj, një lojtar që është një qendërmbrojtës europian, qendërmbrojtës që luan futboll me vizion dhe që u përshtat goxha mirë me Gjimshitin. Por aty mos harrojmë që kemi mbi gjithë Arlinda Jetin dhe Ismailin, të cilët janë kolozët e mbrojtës tonë, por dhe Miaj është një alternativë shumë e mirë. Por Mario Mitaj janë të mbaruar fjalët, e kemi thënë që është lojtar europian dhe botror dhe është i padiskutueshëm dhe është fat i madh që ne kemi në ekipin tonë kombëtar. Dhe do ta shohim të rritet gjithmonë më tepër sepse ai është edhe në një moshë të re. Është një moshë shumë të re, që do t'ia vjelin frytet. Dhe pa diskutim që e kemi për 10-15 vitet e ardhshme në ekipin tonë kombëtar, urojmë vetëm që të ketë shëndet dhe të vazhdojë të rritet dhe të në këto nivele që po luan. Julian Sheu, e kam thënë, është lojtari i fituar nga ekipi jon kombëtar, i fituar dhe merit absolute ka trajneri Silvinho. Është një lojtar që është futur shumë në mekanizmat e kombëtares tonë, është një lojtar i dal nga superiore jon, dhe kjo tregon edhe që edhe Superliga shqiptare ka element cilësor. Trajnerët shqiptar punojnë mirë dhe duhet t'i hidhen sy edhe kanë kampionatin jon, sepse është Dajsinani, është Sheu. Është Bajrami, i cili është një lojtar i talentuar, por që këto kohët e fundit e ka humbur vendin e ekipit tonë kombëtar, por tregoi në këtë ndeshje që kishte dëshirë dhe uri të madhe për të luajtur dhe tregoi goxha. Aslani vazhdon të rritet. I ka bërë mirë shkuret të Torino, lëvizja nga Intri. Dukshëm. I ka dhënë minutat plota dhe po tregon dhe vlerat e veta në kombëtaren tonë, që është një lojtar kryesor dhe na duhet shumë forma e tij, e kam theksuar në emisionin e kaluar, që në ndeshjen me Andorrën, lojtar si Aslani, lojtar si
Broja, si Hoxha, lojtarët që janë teknik në mënyrë individuale dhe luajnë topin shpejt, të mundet që të futen në zonë. Sepse Andorra do na mbyllet mbrapa, do na luajë shumë. Duhet që të çajnë individualisht përmes Asani, Daku, Hoxha, tresha e sulmit që trajneri Silvinho futi në këtë ndeshje. Asani ka nevojë për minuta, edhe duhet të luaj, të vazhdoj të luaj dhe të rikthehet ai Asani që ne mbajmë mend gjithë me golat e tij spektakolare që na çon në kampionatin evropian. Daku është një lojtar që për mua, me thënë të drejtën, e meriton, por me ndeshjen e fundit që bëni Rej Manaj dhe me entuziazmin që ka Rej Manaj, normalisht është konkurrenca e madhe, po Daku po tregon vlera dhe atje ku luan në Rusi, po shënon gola dhe është një lojtar konstant. Arber Hoxha është një lojtar shumë teknik, është një lojtar i veçantë për mënyrën se si luan futboll. Shënoi, asistoi dhe se mos harroj duhet të theksoj shënoi dhe Armando Broja dhe kjo tregon vërtet që këto lojtar po çlirohen. Dhe kjo ndeshje do na shërbej shumë për moralin dhe për çlirimin për 2 ndeshje decizive me Andorrën dhe Anglinë. Kështu që komplimente, mos harroj, Klis Mancake, debutim në ekipit tonë kombëtar në qendrën e mbrojtjes, një lojtar shtatlart, një lojtar me vizion, një mbrojtës modern, dhe mbi të gjitha Nazmi Gripshi që unë e përmenda dhe në emisionin e kaluar, shpresoj shumë që t'i jepë mundësia, ju dha mundësia komplet pjesën e dytë, luajti dhe tregoi që është vërtet një alternativë shumë serioze për ekipin tonë kombëtar. Uroj të vazhdoj atje në Afganistan ku është u dhënë kontributin vet me klubin Kazakistan. Dhe është një alternativë goxha e mirë për trajnerin Silvinho. Komplimente kësaj kombëtare dhe urojmë të vinë në formë më të mirë lojtarët dhe shpresojmë në 2 ndeshjet decisive. Duke shpresuar fitore të kombëtarës në ndeshjen me Andorrën, që është ndeshja e radhës edhe një rezultat sa më pozitiv me Anglinë. Dua që tani të kalojmë në pjesën tjetër të diskutimit dhe të hidhemi tek Superliga, tek Abisnet Superiore, kampionati ynë i futbollit, për të folur pak për rezultatet e javës së 7. Nëse do t'i përmendja shpejt rezultatet, 5 ndeshje kemi. Elbasani ka humbur me Vorën në Elbasan, brenda në shtëpi me rezultatin 1-2. Vion fiaskoja e flamurtarit me Partizanin, ka humbur në Vlorë, në shtëpi, 0-1. Një barazim që duket mjaft i fortë midis Egnatias dhe Dinamos në Rogozhin, 0-0. Tirana me Teutën janë dalur edhe këto në një barazim 0-0 në Tiranë dhe Bylisi me Vllaznin ka humbur në Ballsh përballë Shkodranëve 0-1. Levion, çfarë na thon këto kjo javë 7 e Superligës? Kjo javë 7 ishte një javë e surprizave, por edhe ekuilibruar. Por mbi të gjitha kishte shumë polemika. Pse? Në gjykimin e gjyqtarëve, VAR-i ka pas ndërhyrje gjatë kësaj jave, ka pas kontestime, por surpriza pa diskutim është fitoria e Vorës në Elbasan dhe mbi të gjitha ktheu dhe rezultatin nga 1-0 në 1-2 dhe ishte një ndeshje shumë e luftuar dhe mendoj që arriti me merit Vora. Trajneri Bellaje kishte përgatitur ndeshjen shumë mirë dhe arriti të merrte 3 pikshin surprizë të kësaj jave, më shumë vlera, që e ngjit dhe largon sa më shumë nga zona e ftohtë. Flamurtari Partizani një ndeshje shumë e luftuar. Në Vlorë, në fakt ishte ndeshje shumë e luftuar, por fatkeqësisht Flamurtari nuk po arrin dot të gjej të dalë nga ajo zona e rrezikut. Tani sapo ka ndruar trajnerin, ka ardhur Francesco Moriero, italiani. Dhe normalisht trajneri do kohën e vet, ka ajo pjesë nuk ka shkopin magjik që ta ndryshojë skuadrën brenda një jave dhe por më fal se po ndërpres. Edhe ke Partizani është ndryshuar trajneri. Po. Është Oltion Kornaja i cili e merr skuadrën, por në ndryshim nga trajneri Moriero i cili ka Rishtazi, trajneri Kornaja ka qenë pjesë e Partizanit. Po, ishte trajneri. Ai e njeh skuadrën, e njeh Florin, e njeh modulin, pa diskutim që e njeh shumë mirë, se është në brendësi të grupit dhe ka bërë disa lëvizje dhe i doli me sukses. Është fitore për Partizani i cila e ngrit mbi të gjitha për moralin, se sa për pikët. I jep një moral goxha të lartë për të vazhduar. Ndërsa Flamurtari për momentin është një situatë goxha krize të thellë. Po shpresojmë shumë që trajneri Moriero me eksperiencën e vet, se duhet ta ritheksojmë dhe rikujtojmë është një lojtar i madh që ka luajtur në Inter në kohën e fenomenit Ronaldo. Si trajner ka treguar vlerat këtu në Shqipëri me Laçin,
Dhe aktualisht tani ka marrë flamurtarin dhe shpresojmë shumë që edhe flamurtari të ngrihet sepse është një emër shumë i madh. Pavarësisht se Laçi sezonin e kaluar ra në ndërtimin e Morieros, por mos harrojmë që ka bërë ndeshje shumë e vërtet të mira, shumë të mira dhe shumë të bukura dhe ka marrë rezultate surprizë edhe në sezonin e kaluar. Po? Por faktikisht ndeshja ishte shumë e luftuar, por kishte edhe raste polemikash. Po. Vari ndërhyri 2-3 herë dhe në Vlorë nuk u pajtuan shumë me rezultatin e ndeshjes sepse pritesh tjetër gjë. Ato shënuan dhe gol, por që u anullua. Ndërkohë ke Egnatia Dinamo, ndeshje shumë e luftuar. Dinamo krijoi volum loje, pa rast. por më konkrete ishte Egnatia përpara portës, mënyra se si dalin, sepse siç e kemi thënë, ato janë një skuadër me bosh dhe identitet prej 2-3 vitesh dhe dalin më konkret përpara portës se sa skuadrat e tjera. Dhe patën më shumë raste konkrete se sa Dinamo, pavarësisht se Dinamo luajti goxha vlum loje në Ndërkohë që ne flasim, regjia mund të na tregojë në ekran edhe rezultatet e superiores. Do të theksoj pak tek kjo ndeshje Egnatia Dinamo, veçantë ishte do ta cilconim Susi kundër Xhënësit. Sepse trajneri Ilir Daje ka pasur lojtarë të lirë tetovën, ka pasur suksese duke bashkëpunuar bashkë dhe gjëja më e bukur ishte që mbas ndeshjes dolën të dy në intervistë duke u kapur për qafe dhe duke ka një raport të mrekullueshëm dhe vërtet kjo ndeshje tregoi që Ilir Tetova është një trajner goxha i mirë sepse është dhe trajner kampion, ndërsa për Ilir Dajen nuk kemi më fjalë. Ilir Daja ishte Ilir Daja. Fjalët të tepërta, si thot profesori Vjo. Por edhe respekt të dy. Ndoshta mund të vijë ditë që të marrë dhe kombëtarën. Edhe mos harrojmë që edhe ke flamurtari me Partizanin, është pak a shumë e njëjta situatë, trajneri me asistentin, sepse Olton Kërnaja ka qenë asistenti Morieros ke Pilaç. Po, e vërtet, shumë e vërtet. Tirana Teuta një ndeshje shumë e luftuar. Teuta vazhdon me ato ngritjet nga java në javë. E ka me hapa të vegjël ngritjen. Me hapa të vegjël, por mos harrojmë që është e vetme skuadër që akoma nuk ka pësuar humbje në Superligë. E ka 0. Po, e ka 0 kolonën e humbjeve, është e vetme skuadër dhe ishte më konkrete Teuta, doli më shpesh para portës dhe më rrjedhshëm. E vërtet. Trajner Burdin ke Tirana po mundohet ta konsolidoj pak ekipin që nga koha kur e mori dhe po mundohet bëj mirë, por është shumë shpejt që të dalë ke pjesa e filozofisë të tij. Bylis Vllaznia, një fitore e rëndësishme e Vllaznisë që mban kreun e renditjes, me shumë polemika. Por me shumë polemika, edhe këtu patëm ndërhyrje nga vari për anullimin e golave dhe mos harrojmë që pas ndeshjes edhe presidenti i Bylis, Kapllani, pati një intervistë, pati ato kontestimet e veta. Edhe në përgjithësi java ishte e kontestueshme në disa drejtime. Kemi edhe te Bylis kemi një trajner shumë të mirë siç është Reliosa. Patjetër. Pa diskutim. Është një trajner që e kemi thënë me shumë eksperiencë, një nga trajnerët më të mëdhenj jo vetëm të këtij sezoni, por të historisë së futbollit shqiptar. Superligës. Të superiores, meriton respekt profesor Reliosa, por për te shumë polemikave që ka pasur kjo ndeshje dhe kjo javë. Por e kemi thënë, Vllaznia ka tjetër staf. Vllaznia është ndërtuar këtë sezon për dalë kampion, ose të paktën për të qenë pa diskutim në Final Four dhe për të luftuar fort bashkë me Egnatia Dinamon për të qenë ekipet rivalizuese për titullin kampion. Dhe Vllaznia luan futboll të bukur, mua më pëlqen shumë dhe mënyra se si luan trajneri Edi Martini, i cili është shkodran dhe ja njeh më së miri mënyrën dhe atë që kanë brenda shkodranët, kështu që e meriton të jetë vend parë. Në qoftë se ne shohim tabelën e renditjes superiores. Më theksoj diçka më fal. Duhet të komplementoj edhe herë trajneri Arjan Bellaj, se nuk u dha mundësia të flas më përpara. Vora, e kemi thënë këtu, është surprizë, po jo thjesht surprizë se ka dalë në superiore, por është surprizë sepse është në vendin e 6, ka 10 pikë
dhe për mu e fus ke skuadrat që do luftoj lart. Po, Mos Vlora na duket Vlora çudi është që si deri në fund sezonit luftoj edhe për Final Four. është si punë e Komos në Serie A. Është si puna konserve sepse ka një ekip shumë simpatik, djem të ri me uri të jashtëzakonshme e gon për të treguar vlerën superiore, për t'u njohur, pse jo edhe për t'u shqitur pastaj diku dhe më lart për karrierën. E kanë motivimin e kanë shumë Kanë një lart. trajner i cili ka një eksperiencë si ish lojtar i ekipit tonë kombëtar që ka luajtur dhe jashtë dhe po e tregon që ka shumë vlera. Komplimenta Real Billajt. Shumë vërtet. Nëse ne shohim tabelën e klasifikimit, renditjen, Vllaznia në vend parë me 16 pikë, Gnatia e dyta me 14, Teuta e treta me 11 dhe Elbasani me 11 në vend të katër. Bashkë me Dinamon gjithashtu me 11 në vend 5, ndërsa në fund është dy të fundit Tirana dhe Flamurtari. Si ka mundësi se unë kisha përshtypjen që Tirana do kishte bërë më mirë se sa në vend parafundit. Sidomos me Partizanin. Tani, do me thënë, e kemi theksuar këtu edhe më përpara në emisionet e kaluara që Tirana ka probleme. Nuk duhet bëj përsëritje, po ka probleme. Njerëzit që ndodhen aty nuk mendoj që njerëzit më duhet për drejtuar një ekip. 26 herë kampion i Shqipërisë. E kuptoj, qartë. Dhe fatkeqësisht do luftoj për mosërën nga kategoria. Urojmë shumë Mosbi, sepse kampionati shqiptar duhet të ketë Tiranë, Partizan, Vllazni, Teut, Dinamo, Flamurtari, me gjithë respekti e zakonisht për Ignatian, sepse i ka dhënë toni këto vite dhe absolutisht janë ekipet më të mirë aktuale shqiptare, por këto janë emra kolos futbollit shqiptar dhe duke qenë këto dalin dhe lojtarë të mirë nga akademitë. Shumë vërtet. Fundja 10 skuadra janë në Super League. Qartë. Kjo është jam dakord. Gjitha duhen të jenë më të mira. Edhe Flamurtarin po ta pyesin në vend të 10 jam, në vend të 10 po ta krahasosh me kampionatet e tjera që kanë 20 skuadra, është i bie thjesht diku nga mesi. Diku nga mesi. Kjo është një formulë që është bërë nga Federacia Shqiptare e Futbollit, në mosgaboj është viti 3 që është edhe është për konkurrencë. Dhe faktikisht ka treguar që ka konkurrencë. Ka konkurrencë sepse po ta shohim nga 10 ekipe, 6 ekipe janë për të luftuar deri tani për në Final Four. E kemi deklaruar që kampionati shqiptar nuk ka diferenca të mëdha. Sigurisht. Mos ta duket çudi që Flamurtari ka këtë gjendje aktuale, por në vazhdim me trajnerin e ri Morero të bëjë disa fitore dhe duke bërë disa fitore, nga vendi i fundit mund të katapultojë në vendin e 54. 5-6 po, vërtet. Që kampionati shqiptar është vërtet kampionati i gjatë, diçka kampionati i gjatë akoma ka ndeshje shumë para dhe është si thosh dhe herët të flasësh për shkakun që Tirana apo Partizani do luftojnë për mbijetesë. Po. Por gjendja aktuale tregon që janë në këtë situatë. Janë në situatë të vështirë, por mos harrojmë që në merkato janarit do ndërhyjnë. Në 50% të skuadrave ndryshojnë fytyrë. Po ne e dim dhe pavarësisht se në janar është çik vështirë të gjesh lojtar të lirë, por shumica e skuadrave ndryshojnë. Okej. Ajo që unë dua të bëjmë tash është që regjia të na ndihmojë me formacionin e javës dhe shpejt të shohim se cili është formacioni i përzgjedhur nga profesor Revion Mekshi për këtë javë të 7 të A-Biznet Superiore, nëse mund të na ndihmojë edhe duke e bërë me split në ekran, megjithëse ti e ke në kokë, nuk ka nevojë ta shohësh. Po ne të tjerët, po. Atëherë, formacioni është i tillë me vendosjen 1-4-3-1-2 me allocation e Dinamos në port, që doli dhe lojtari i ndeshjes, ishte lojtari që pati më shumë punë për të bërë. Mbaj që raste sa krijoi Ignati përpara portës. Më pak raste, po kishte më sporat, domethënë më të forta. Ishin raste të sakta përpara, Nuk godit porta, se Dinamo pati raste, po jo të gjitha në port. Në qendrën mbrojtjes Repaj i Vorës dhe Gurishta i Vllaznisë bën paraqitje mjaft mira, të dyja ekipet respektive fituan. Dhe ato bën një paraqitje mjaft mirë për të qenë pjesë e formacionit të javës. Ndërkohë, nga krahët në të majt Përgjoni i Teutës është kthyer në një pikë solide për mbrojtjen e Teutës në krahun e majt dhe Ajme i Ignatias në mungesë të Fangaj që e nisi nga Stoli këtë ndeshje bëri mjaft mirë paraqitjen e tij dhe është pjesë e formacionit të javës me këtë vendosje.
Në mesfush, Krymi i Vllaznis përpara mbrojtjes. Shumë polivalent. Krymi ka vite që luan me ekipin e Vllaznis, e njeh shumë mirë atë ambient dhe ka luajtur edhe në mbrojtje, edhe në krah, edhe në mesfush dhe tregon që ka e meriton vërtet. Lojtar me eksperiencë dhe shumë i fortë fizikisht. Po, vërtet. Për pozicionin aty dhe një pikë kyçe për lojën e Vllaznis. Po. Në mesfush i bashkangjitet Maçolli i Teutës, që doli edhe lojtari i ndeshjes. Konstant javë pas jave për rrit lojën e tij. Po, është një lojtar me talent dhe shumë i përqendruar në lojën e tij. Në manovrën e Teutës ka hyrë në mënyrë perfekte. Po, dhe është pjesë kyçe e lojës Teutës për një vit e gjys, që kur erdhi nga Bylis. Po, vërtet. Është kthyer një pikë shumë decisive për lojën e Teutës. Bukur. Kristi Qose i Elbasanit, shënuesi i golit. Pavarësisht se ekipi i tij humbi, është një lojtar konstant në fush për Elbasanin. Në çdo ndeshje është në formacion, nuk e diskuton pozicionin e tij. Nuk bie shumë në sy. Por është lojtar për trajnerin dhe shumë i rëndësishëm për lojën e Elbasanit. Absolutisht po. Të dalim përpara kësaj pjesa e sulmit është Kasalla i Vorës. Një lojtar i ri dhe me perspektivë, por dha një asist perfekt për Dario Dakën, ke goli i parë dhe ka qenë dhe herë tjetër në formacion e javës. Po. Është lojtar i kyç për manovrën e lojës së Arjan Bellajt. Dhe pasi e cilësoi dhe profesori Evioni, pasi që i dha Dario Dakës, ishte një pas perfekt, një nga ato që ne që pëlqejmë futbollin, që dashurojmë futbollin, urojmë shumë që në kampionatin ton të ketë gjëra të tilla, sepse rritet dhe niveli dhe ishte një pas vertikal që nxori komplet bluff mbrojtjen e ekipit kundërshtar të Elbasanit. Asist perfekt, assist man si quhet në gjuhën e futbollit, dhe Dario Daka bëri finalizimin perfekt. Bukur. Në sulm Karica i Vorës, dhe Iskandarli i Partizanit. Iskandarli Azerbajxhanës. Ish lojtari i Ignatiës. Po vazhdon me ngritje në performancat e tij që nga momenti që erdhi nga Turqia. Është një lojtar shumë i shpejt. Është përshtat mirë me kampionatin shqiptar. Po, është përshtat goxha dhe po është lojtar shumë i shpejt, ka shpejtësinë në armën e tij më të fortë. E vërtet. Dhe doli dhe lojtari i ndeshjes në ndeshjen me Flamurtarin. Absolutisht. Por dhe Karica shënuesi golit dytë për Vorën që i dha fitoren. Një lojtar që një blerje e rëndësishme për trajnerin Bellaj, për Vorën. Dhe është e tillë gjithë formacioni në studio. Formacioni është 4-3-1-2. Sepse Kasalla është në rolin e trekuartistit që fantazistit të ekipit. Që lidh pjesën tjetër. Dhe trajneri i javës Arjan Bellaj, pa diskutim, bëri një ndeshje shumë të mirë dhe një fitore shumë e rëndësishme për ekipin e Vorës. Bukur. Komplimente. Absolutisht. Komplimente. Ne do të kalojmë tani tek pjesa tjetër, do të flasim për kampionatet e tjera, të vendeve të tjera, Serie A, Premier Liga, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 në Francë e të tjera, këto janë më të rëndësishmet. Pesë kampionat më të fortë të Evropës. Po, më të fortë të Evropës. Do ta nisim nga Premier Liga, nga Anglia. Kishim derbin, Liverpool, Manchester United. Për habi, Manchester United marrë një 3 pikë. Që do e kërë zakon, kjo ishte kryendeshja javë. Për habi edhe të Manchester United edhe për vetë habi të Manchester United vetë, se kemi thënë se është një Chris Thale, por kësaj radhe tregoi që kur ata mobilizohen, se mos harrojmë se është fanel shumë e rëndë. Patjetër, fanella është shumë e rëndë, shumë i madh i futbollit evropian dhe botror, dhe fitoi 2-1. E pash ndeshjen me shumë vëmendje, e analizova. Nuk është se Manchester United dominoi në mënyrë absolute, sepse Liverpooli ka element të jashtëzakonshëm brenda, ka edhe individ shumë fort, por këtë ndeshje karakterizoi lufta sportive dhe dëshira e madhe e Manchester United për ta marrë këtë 3 pikë. Pasi rezultati shkoi 0-1 për Manchesterin, barazoi Liverpooli 1-1 dhe Harry Maguire, një mbrojtës që është bërë disa herë dhe meme nëpër TikTok, sa radhë i dha 3 pikë në skuadrës së Manchesterit dhe trajnerit Amorim. Po ajo që më bëri përshtypje është mbas ndeshjes të gjithë stafi
festoi sikur të kishte fituar kampionatin, në të drejtë ndoshta se kanë kohë që vuajnë, ndërsa trajneri tregoi një ftohtësi të jashtëzakonshme dhe një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Me këmbë në tokë për situatën. Po Harry Maguire besoj do të vi këtu në Tiranë me Anglinë. Nëse ai vazhdon të mëlohet, po do vi. Shumë bukur. Përse të na bëjnë një gaf. Nga tot vetë. Shpresojmë të gafat e Harry Maguire. Po proja me shok. Okej. Na shënojnë të marrë 3 pikësh. Çfarë mund të themi? Ndeshjet të tjera do rikthehemi prapë. Manchester City ka bërë detyrën me Evertonin 2-0 dhe Chelsea Arsenali fiton me Fulhamin dhe Chelsea fiton me Nottinghamin. Pra bëjnë detyrën, po themi skuadra. Patjetër. Por ajo që është fitoria e Arsenalit. Po. Edhe pse minimale, Arsenali është siç ka thënë dhe Andi në emisionet tjera që flitet gjithmonë që është viti i Arsenalit, viti i Arsenalit. Po, e vërtet. E në fakt e tregon edhe renditja. Shpresojmë sepse duket që ka vazhdimsi si skuadër. Po, e nis gjithmonë mirë. Bën ndeshje shumë të bukura, po. Është vend parë aktualisht Arsenali në Premier League me 19. Vend parë në 15 javët e para, po. Me 19 pikë ndjekur nga Manchester City me 16 pikë, Liverpooli me 15. Fal, i dashur Egon. Çfarë kemi thënë këtu? Manchester City e kemi parë në javën e parë në vend e Messit, patjetër. Është emër shumë i madh. Mbi të gjitha kanë një trajner shumë të madh. Patjetër, ka dhe shumë lek mbi të gjitha. Ne kanë gjithë po. Interesë. Një futboll. Por që patjetër është peshërën dhe është skuadra për të mundur. Absolutisht po. I ndjekur nga Bournemouthin në vend 4, surpriza e Premier League-s, Chelsea në vend 5, Tottenham në vend 6, po. Kjo është pra renditja e Premier League-s. Premier Liga është e tillë që ka surpriza, por ka dhe luftë deri në javën e fundit. Absolutisht po. Kështu që si për titull, si për Kupat e Evropës, si për kategorinë. Pavarësisht se Arsenali është 3 pikë nga vendi i parë, 4 nga vendi i dytë dhe asgjë nuk mund të parashikojmë tash. Po, është akoma herët. Në tetor, po themi, absolutisht asgjë. Është akoma herët për të dhënë një verdikt final. Por kampionat shumë i fortë edhe ka shumë cilësi. Absolutisht. Një nga kampionatet më të forta të Evropës, mos ndoshta edhe më i fortë. Po ja kalon dhe Champions League-s për të ardhura, do të thotë që është i ndjekur, është i pëlqyer, gjeneron të ardhura. Absolutisht. Për të shkuar në Spanjë shpejt tek Barcelona, rikthehet 2-1 me vuajtje. E merr vetë fjalën e gjithmonë. Me Gironën. Sepse fitoi me Gironën, kjo fitore duhej se s'bën. Në plot kuptimin e fjalës se s'bën, por ka dominuar gjatë gjithë lojës, nuk e mohojmë, sepse Barcelona e ka këtë stil që dominon kundër çdo skuadre. Po, edhe kur humbet prap dominon, është Barcelona kjo. Prap dominon, për rasti konkret skuadra ka mungesa, ka 5-6 mungesa që shpresoj shumë, se mos harrojmë javës tjetër kemi ndeshjen e globit. Real Madrid Barcelona, por këtë ndeshje u fitua minutën e fundit nga qendërmbrojtësi Robert Araujo, duke pasur mungesa trajneri Hansi Flick, u detyruar që qendërmbrojtësi ta nxjerrë sulmues. Por ato kanë aq shumë cilësi sa edhe qendërmbrojtësi ditë shënoi gol, edhe këtë rast shënoi gol, i dha një 3 pikë shumë të vyer dhe shkoi me 2 pikë mbrapa Reali. Reali fitoi me Getafen 1-0, nuk them se meritoi, por me thënë drejtën ai arbitri bëri çik balt këtë ndeshje. Në 2 kartonë të kuq. Sepse doli 2 kartonë të kuq për Getafen dhe skuadra shkoi me 9 vet. Dhe në minutën e fundit Getafe ka pasur një rast shumë të pasur që mund të barazonte me 2 lojtar minus. Por Reali ka emra shumë mëdhenj si Thibaut Courtois, një portier më të mirë të botës, që në momentet caktuara din që ta nxjerrë skuadrën nga situata. Dhe ka që tjera Atletico Madrid bëri detyrën 1-0 edhe rikthehet aty ku e takon. Absolutisht. Renditja e La Ligës është Real Madridi në vend parë me 24 pikë, Barcelona e dyta me 22, Villarreal me 17, Atletico Madridi në vend të katërt me 16 dhe Betis 16 dhe Espanjoli në vend të 6 me 15 pikë. Për të shkuar me vrap tek Serie A. Po ja le fjalën profesor Evionit. Serie A, profesor Evioni, çfarë na tha Serie A këtë? Po shoh që ka pas kampionat surprizave për këtë javë. Po, absolutisht. Milani ka fituar me Fiorentinën në Milano, një humbje surprize Juventusit nga skuadra surprizë e këtij sezoni që është Como jam. Surprizë, humbja Juventusit. Për mendimin tim, po ta diskutojmë pas fjalës. Patjetër. Atëherë, ta nisim nga ndeshja më e vonshme nga që ishte mbrëm Milani me Fiorentinën. Milani tregoi karakter, ktheu dhe rezultatin e ndeshjes. Siç kemi thënë që Massimiliano Allegri
do vazhdoj të konsolidoj ekipin, do ta sjellë sa më lart në renditje dhe aktualisht është vend parë. Milani është në vend parë në Serie A. Kjo tregon që Iglitari vërtet është një drejtor sportiv shumë i zotit, sepse ka bërë goditjet e duhura, zgjedhjet e duhura, jemi herët, siç e tham, sepse kampionatet duan kohën e vet, por Milani ka këto pikë që ka dhe është vend parë. Ka ecur shumë i konsoliduar Milani nga fillimi i kampionatit. Ndërkohë, të dalë pjesa që përmendi Andi, Iglit, ke pjesa e merkatos, lojtarët që ka afruar. U bë një buj për lojtarin Jeshari, por gjithashtu dhe për Modric. Por nuk mund të lep pa përmendur një lojtar në mesfush si Ricci, që është pjesë e kombëtares. Absolutisht. Një lojtar shumë polivalent. Dhe erdhi nga Torino, mos gaboj. Po, saktë. Dhe dua të them që një lojtar si Ricci nuk është se ka një emër të madh si lojtar, por është pjesë e kombëtares dhe ai fton në skuadër një element të kombëtares. Po. Jep dhe ngjyra italiane skuadrës Milanit. Absolutisht po, se Italia me thënë drejtën provuan këto vitet e fundit për element, ndërsa dhe kombëtarja po rrezikon mos të propë botror. Ndërkohë bën dhe pastaj atë rritin si lojtar dhe i jep një tjetër stad kur luan ke Milanin, ndryshe nga Milani ka dhe një sulmues shumë të talentuar, Rafael Leao, i cili mbrëm ka shënuar. Rafael Leao. Por e çuditshme atij lojtari është që nuk e di, nuk ka impenjimin e dur. Nuk është se është konstant. Bën një ndeshje, dy ndeshje në nivelin shumë të lartë dhe pastaj disa ndeshje të rikthehet pas kësaj ndeshje. Shpresojmë shumë që të ketë marrë moralin. Ai ka kaluar në Portugalin, ka luajtur kombëtare. Po është lojtar kombëtar portugez. Jo, e di, po a ka luajtur në ndeshjet kombëtare? Po, patjetër që po. Gjatë fundjavës? Jo, s'ka luajtur rregullisht, Është pjesë kombëtares, po nuk ka luajtur rregullisht, nuk ka marrë minuta të plota. Të kalojmë ke Como Juventus. Po, Surpriza e javës. Surpriza për nga rezultati, për nga emrat, por loja e Juventusit ka disa ndeshje që ka oscilacione të mëdha dhe le për të dishëruar deri diku. Unë vetë jam simpatizant i Juventusit, por nuk më bind fare loja që ka shfaqur këtë vit trajneri Tudor dhe lojtarët aktual. Ndërsa unë jam partizan, falë se po ndërpres, i trajnerëve të ri. Dhe në këtë rast Cesc Fabregas po tregon që është një trajner i ri me shumë vizion. Mos harrojmë, ka dalë nga Barcelona, nga ajo shkollë që ndoshta unë këtu e përmend shpesh, por është filozofia më e mirë për futbollin dhe për trajnerët, sepse ai lloj futbolli mund të humësh një ndeshje e gon ose dy, por shumica e ndeshjeve i fiton. Se futbolli luhet duke pasur topin këmb. Është më mirë nga ana jote ta kesh ti topin këmb se sa ta ketë ekipi kundërshtar, se duke e pasur ti topin këmb ke më shumë shanse për të shënuar. Duke e pasur më pak topin këmb ekipi kundërshtar ka më pak shanse për të shënuar. Ja, vërtet. Respekt e Cesc Fabregas. Ta kundërshtoj pak, sepse po ka dalë nga Akademia e Barcelonës si lojtar, por është zhvilluar ke Arsenali me strategun Arsene Wenger, i cili ka të njëjtën filozofi futbolli. Ka të njëjtën filozofi futbolli. Në fakt është e vërtetë kjo. Është shumë e drejtë. Por e ka zhvilluar Arsenali si lojtar. Absolutisht. Dhe Barcelona pastaj e mori të pjekur, e rimori të pjekur. Do të kundërshtoj pak, e ka zhvilluar si lojtar, por ka dalë nga La Masia. Mos harrojmë akademinë më të mirë të botës. Mos harro sa vjet që ka marrë. Të vogël me sa vjet që ka marrë Arsenali Fabregas. Të dy kanë merit. Barcelona dhe Arsenal. Kështu që jo vetëm Barcelona. Jo, absolutisht jo, po këtë rast Cesc Fabregas po tregon që është. Atëherë të rithemi ke ndeshja, bëri një ndeshje shumë të mirë dhe mos harrojmë ka marrë një Alvaro Morata që flitesh do lëndë futbollin fare. Që do lëndë futbollin dhe ai besoi dhe luna në formacion me Komon dhe është pikë referimi. Sepse janë lojtarë të nivelit shumë të lartë, jo vetëm në cilësi, dhe ti e din shumë mirë si e trajner, po nga ana profesionale. Dëshira e madhe që Morata ka për të luajtur futboll, pavarësisht se ka arritur gjithçka si nga ana financiare dhe nga ana sportive, ka biseduar me Fabregas duke qenë të dy spanjoll, i ka besuar për projektin dhe ai po jep, dhe është e çuditshme domethënë po los sigurisht një djalë i ri që kërkon të afirmohet.
Sepse si duket tek skuadra e Komos ai nuk e ka presionin për të Absolutisht arritur jo, gjë. ka shkuar nuk e me ka bërë presion. Dhe futboll. ai si duket me çka kuptojmë ai po e shijon realisht. Edhe Po, ti tani po e shijon tamam futbollin pa presion. Kur ti e shijon pa presion, aty realisht jep maksimumin. Normal. E kjo po ndodh edhe me Alvaro Morata. Ka dhe ndim shumë një talent si Niko Paz, Një super lojtar me fushor. super lojtar që po e kërkon gjysma e Europës. Po, vitin tjetër s'besoj tjetër ke Komoj. Dhe që ishte edhe shënuesi golit të dytë, Po. një talent i rrallë që po rritet të ke Como. Dhe besoj, siç kemi thënë, që është me 12 pikë, 4 pikë nga vendi i parë, por që besoj me lojën që po zhvillon do jetë surprizë e këtij viti. Po, do luftoj për lart. Roma Inter 0-1 për Interin, një lojtar i ri si Boni bëri golin e fitores, saqë edhe vetë nuk po e besonte ta godiste për në port topin apo të shërbente në qendër. E pa që ishte i vetëm dhe goditi dhe bëri shumë mirë. Shënoi gol me atë gol mbaroi dhe ndeshja 0-1. Kemi edhe një Torino-Napoli. Torino-Napoli, një surprizë e madhe e javës. Edhe për futbollistin e kombëtarës tonë. Dy futbollistë kombëtarës tonë. Por Kristian Aslani ka qenë. Ka luajtur 90 minuta me goxha ritëm. Edhe kjo është gjëja më e mirë e mundshme në prag të dy ndeshjeve të ekipit tonë kombëtar. Shpresojmë që Aslani të vazhdojë kështu. Ai ka kap formacionin se nga Interi ke Torino prandaj shkoi për të luajtur në formacion. Dhe trajneri e ka marrë me idenë për ta futur në formacion dhe për t'ia besuar çelësat e mesfushës, siç thuhet në zhargonin e futbollit, Kristian Aslani. E ka justifikuar dhe mos harrojmë, unë vazhdoj të mëshoj që Napoli është skuadra për të mundur Serie A. Patjetër. Gjatë kampionatit do kesh dhe humbje. Sigurisht. Napoli është skuadra më e mirë e Serie A dhe Torino ka marrë një 3 kompakte. Ishte humbja e dytë për Napoli, por mbetet skuadra për të mundur. Kampionë në fuqi dhe për të mundur në Serie A. Në Serie A, po. Por besoj se do jetë e luftuar këtë vit Serie A, sepse kemi shumë ekipe që janë me pikë afër një tjetrit. Dhe Juventusi besoj se patjetër do ringrihet, do ndryshojnë në vazhdim. Në fund fare shpejt të diskutojmë bashkë Bundesligën gjermane dhe ligën e parë franceze. Ka shumë për diskutuar. Ishte ndeshja e javës Bayern Munich Borussia Dortmund. Nëse Dortmundi do arritet të merrte 1 pikë ose 3 pikë, do ta rihapte deri diku, edhe pse kujtojmë që diskuton asnjë moment. Bundesliga po fitoi 2-1, kështu që atje është mbaruar titulli. Në Leipzigu, në München. Në Allianz Arena. Bayerni kryeson me 21 pikë, 5 pikë larg vendit të dytë Leipzigut. I cili po mundohet ta ndjekë, por aq është hapi Leipzigut, maksimumi që mund të arrish vendi i dytë, që është një arritje e jashtëzakonshme për një klub si Leipzigu. Kështu që Bundesliga nuk ka shumë. Nuk është se ka shumë histori. Surpriza është Paris Saint-Germain Strasbourg. Në Francë. 3-3 në Parc des Princes. Parisi po lën pikë. Në shtëpi. Marseille ka fituar dhe është ngjitur për momentin vend park. Por prapë duhet të theksojmë që Parisi është një emër shumë i madh dhe nuk është se unë nuk e mendoj që do të diskutoj kampionatin francez, por më mirë kështu se bëhet akoma më i bukur dhe më interesant. Pikërisht. Strasburgu nuk është se është një ekip që është po lufton për mbijetesë. Strasburgu është në vend të tretë. Në vend të tretë, po. Dhe nuk është rastësisht aty. Absolutisht. Por është mbi Lyonin, në shmi Lilën, në shmi. Pika që i merr Parisit është e bën surprizë të javës sepse frenon kampionët në fuqi. Absolutisht, po dalim pak i çik ajo diskutimi që bëm pak më përpara ke trajnerët. Luis Enrique është trajneri i Paris Saint-Germainit, është trajner spanjoll. I dal nga Barcelona, nga ajo filozofi dhe kampioni fuqi i Champions League-s. Kështu që tani ti nuk e ke me Andin, e ke me Barcelonën, me sa po kuptoj. Jo, e ka me Andin. Ta kundërshtoj sepse Barcelona ka marrë nga Real Madridit Luis Enrique. Ka problem. Filozofia që përdor Luis Enrique është filozofia e Barcelonës. Tani për te se bëjmë dhe pak shaka, por realisht janë ekipe shumë të dhaja. Nuk do të jemi pa përmendur në Francë fitoren e Marseillez 6-2. E nisi në disavantazh ndeshjen. Po, edhe ktheu. Dhe ktheu, por është një trajner që kërkon më shumë lojën e bukur dhe me golead se sa fitoret e vuajtura. 1-0 dhe ta tërheqë ekipin e tjerë. Është trajner për ata që dashurojnë vërtet të sportin. E kemi thënë. Më kujton Zdenek Zeman të Romës. Të Romës
sidomos ke Pescara kur shkoi më mbrapa. Bërë një futboll fantastik. Bëri një Me futboll. Ciro Immobile që u shqua aty dhe dolën gjithë emrat e tjerë që dolën brava. Apo. Miguel, ishte filozofia të bëj një gol më shumë se kundërtari. Po, Qartë. mos mbrojemi. Përpara se ta mbyllim, një pyetje shumë të shkurtër në fund. Po. Për kuriozitet, kush mund të jenë skuadrat me të cilat kombëtarja jon mund të shkojnë në play-off, po themi mund të përballet. Mbas është ende herë sepse dy ndeshjet e fundit mund të ndryshojnë edhe renditjen. Po janë Polonia, Hungaria dhe në dinin time, Polonia, Hungari, Çekia, po. Dhe Suedia. Suedia, po. Suedia vështirë se Suedia është vend fundit të grupit Kosovës. Jo, po janë skuadrat që do vinë dhe nga Nation Liga. Po, e vërtet është. Dhe këto janë kundërshtatat më të mundshëm. Këto ishin të Egon se mos dalim nga tema se tani jemi në fund, po vetëm ta theksojmë sepse më përmendi Suedin dhe një merit jashtëzakonshme për Kosovën. Ka fituar Suedi. Patjetër. Sepse ndeshja është bërë mbasi ne kemi bërë emisioni kur kemi folur për ekipin tonë kombëtar, por fitore shumë e rëndësishme. Fitore shumë e rëndësishme 0-1 në Suedi dhe është me një këmbë drejt play-offit. Shqipëria dhe Kosova me një këmbë drejt play-offit. Të kemi të dyja skuadrat tona përfaqësuese, ndoshta mund t'i kemi në botror. Të kryqëzojmë gishtat edhe të urojmë suksese kombëtares shqiptare dhe përfaqësueses së Kosovës. Unë ju falenderoj në fund fare. Për në fund mos harrojmë të përmendim rekordmenin e ri të kombëtares Elsejt Hysaj, i cili ka 94 ndeshje. Besoj mund të shkojë edhe ka mundësi të kapi 100. Unë mendoj që ta kapi 100. Ka mundësi të kapi 100. Formën që po tregon është konstant, po rritet dhe kështu që pa diskutim. Është në ringë. Urojmë gjithë mirat e ekipit tonë kombëtar, shpresojmë shumë që të arrijmë të ëndër për të gjithë shqiptarët. Për të gjithë shqiptarët. Mirë, Andi, unë dua të të falenderoj, ishte kënaqësi, ne do të shihemi sërish javën tjetër si gjithmonë. Revion, shumë faleminderit. Edhe shumë suksese me gocat e Po ishim pushim këtë javë prej kombëtarëve femrave të marrim energjitë e reja dhe të shpresojmë për në vazhdim. Mirë, isha këtu në studio me Andi Xhihanin, trajner UEFA dhe avokat, gjithashtu Revion Mekshin, trajner i ekipit të femrave të Teutës, Durrësit dhe videoanalist. Ishte ky aktualitet edhe për sot. Ne do të shihemi nesër. Deri atëherë, qëndroni me në TV.